Mirëdita të gjithëve. Jemi gati për të filluar mbledhjen e Komisionit për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, dhe siç e keni marrë në formë elektronike, rendi i ditës për sot ka diskutime për 3 akte normative. Akti normativ numër 7 i datës 1/10/2025 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 8402 datë 10/9/1998 për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit të ndryshuar, shqyrtimi në cilësinë e Komisionit për dhënien e mendimit të aktit normativ numër 9, po i datës 1/10/2025 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 9780 datë 16/7/2007 për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme të ndryshuar dhe shqyrtimi në cilësinë e Komisionit përgjegjës të aktit normativ numër 10 të datës 8/10/2025 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar. Ne dy çështjet e para të rendit të ditës që kanë të bëjnë me aktet normative numër 7 dhe numër 9, ku ne jemi në cilësinë e Komisionit për dhënien e mendimi, do t'i trajtojmë në mënyrë të përmbledhur të dyja bashk, dhe në kohë aktet normative do miratohen veç e veç, por çështja është e njëjtë në të dy aktet normative. Ndërkohë kemi ftuar për të bërë këtë diskutim zonjën Enkeleda Muça, që është zëvendës ministër i infrastrukturës dhe energjisë, zonjën Anisa Gjondedaj, drejtori i programit standardizimit dhe harmonizimit të kuadrit rregullator, zonjën Ledia Muraka, zëvendës drejtori i përgjithshëm e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, zonjën Adelaida Roka, drejtori i përgjithshëm e Agjencisë Zhvillimit të Territorit, zonjën Alisa Ramollari, drejtori juridik i Agjencisë Zhvillimit të Territorit. Nga Ministria e Financave, si përherë zotin Kentian Opre, drejtori i analizës dhe i programimit buxhetor. Dhe për këtë duhet të na bashkohet pak më vonë dhe zoti Julian Hodaj, zëvendës ministër në punët e brendshme, zoti Aldi Dekavelli, drejtori juridik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, dhe zonja Eliona Doçi, drejtori juridik në IKMT. Ne fillojmë diskutimet nga përfaqësuesit e qeverisë që janë këtu dhe relator për të dyja këto çështje kemi zotin Adi Qose. Mbasi bëm prezantimin zonja Ankeleda Muçaj, zoti Qose ka fjalën dhe më pas kalojmë në pyetje dhe diskutime. Zonja Muçaj, fjala është për ju. Nderuar kryetaret, nderuar anëtar të Komisionit Ekonomisë dhe të Financave, faleminderit shumë për mundësinë që na jepni në fakt sot për diskutuar aktin normativ për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 8402, datë 10/9/98 për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit të ndryshuar. Ky akt të nderuar është lëshuar në kushtet e një situate e cila ndërkohë ka vetë një fenomenologjie, të themi, të zhvillimit të territorit dhe sidomos të aktivitetit që ka ndodhur në territorin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të themi me intensitet të tillë, i cili ndërkohë ka cënuar në kundërshtrimin e qeverisë në mënyrë të ndjeshme interesin publik, mjedisin urban dhe funksionimin normal të hapësirave të përbashkëta. Në këtë kuptim, ndërhyrja që ne kemi paraqitur sot, pjesë e një pakete në fakt për kontrollin jo vetëm dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, por edhe të masave të tjera që janë marrë pikërisht për të kontrolluar ndërhyrjen në hapësirën publike dhe harmonizuar interesat e subjekteve privat që marrin përsipër dhe mbi bazën e lejeve ekzistuese zhvillojnë, ndërtojnë pasuritë paluajtshme në Republikën e Shqipërisë, apo të gjitha ato subjekte të tjera të cilët në mënyrë të qartë, pa asnjë leje, pa asnjë autorizim, në mënyrë të themi të hapur, ushtrojnë veprimtaritë të ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, pra pa asnjë bazë ligjore, po sidomos duke patur parasysh interesin e publikut, qoftë atyre që janë bashkëpronar të ndërtesave sot ekzistuese në të drejtën që ata kanë pikërisht për të patur një mundësi dhe një certifikim dhe garantim nga ligji, në mënyrë që lejet e ndërtimit të cilat jepen për hapësirat të cilat ata qëmtojnë t'i blejnë, pra ata qëmtojnë t'i kenë si pasuri nesër, të mund të jenë të përputhura me lejen e zhvillimit dhe të ndërtimit të dhënë sipas rastit nga autoritetet qendrore apo vendore të urbanistikës, por sidomos mbrojtja dhe harmonizimi pra ndërmjet këtyre dy interesave në shërbim të parandalimit të nderuar. Pra në shërbim të parandalimit të kësaj veprimtarie të palishme e cila sjell pikërisht pasoja shumë të rënda nesër përkundrejt gjithë palëve të cënuara. Pra qoftë subjektit privat i cili ka investuar përtej lejeve apo pa leje, duke bërë atë vlerë ekonomike nul dhe mvojt të dashur. Pra kemi të bëjmë me vlera ekonomike të hedhura në territor,
për shkak të një vullneti të cënuar, të vesuar nga subjektet private, të cilët ushtrojnë këtë veprimtarinë territor dhe duke pasjell një dëm ekonomik shumë të madh për ato subjekte, po sidomos duke cënuar interesin e qytetarëve dhe shtetasve shqiptarë, të cilët në mungesë të këtyre garancive shtesligjore, të cilat ne i kemi dhënë me akti normativ, e kanë të pamundur që të mund të kurojnë vlefshmërinë dhe përputhshmërinë e akteve ligjore që ato lidhin për blerjen e njësive tregtare apo të banimit në ambientet të cilat po ndërtohen, duke sjell më pas mosmarrëveshje të pafundme përpara gjykatave, pra në rrugë administrative apo në gjyqësor, me pasoja të parekuperueshme për të gjithë palët në këtë proces. Këtu ndërhyn pikërisht qeveria, e cila pasi ka verifikuar të nderuar, pra një situatë e cila ka ardhur me intensitet në territor, me intensitet shumë të lartë të palishmërisë në vetvete, po sidomos me qëllimin për të ndalur hemorragjin, që po ndodh çdo orë, çdo minutë për shkak të veprimtarie të pakontrolluar nga vetë subjektet ndërtuese, ka inseruar pikërisht disa garanci shumë të rëndësishme për fazën dhe kontrollin e gjithë fazave të ndërtimit. Kemi një detajim të nderuar në 3 faza kryesore të punimeve ndërtimit dhe në këtë kuptim përfshirjen e rolit të arkitektit në njësinë e grupit të mbikëqyrësve, pra përveç mbikëqyrësit i cili njihet si një rol tashmë në legislacionin aktual për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve ndërtimit, futet arkitekti pikërisht nëpërmjet ndërhyrjes të përcaktuar në nenin 10.1, pra që është fazat e kontrollit, por edhe gjithashtu faktin që kemi një rol, pra arkitekti do të duhet të hartoj raporte kontrolli të detajuara të cilat i dërgohen autoriteteve që kanë lëshuar lejen e ndërtimit apo atyre që inspektojnë lejet e ndërtimit në njësinë vendore, por edhe në pranë sekretariatit teknik të KKTU-s, në mënyrë duke koordinuar kështu pra veprimet, në mënyrë që të kemi evitim dhe parandalim të kryerjes së veprimeve të cilat janë cënuese. Gjithashtu kemi një detyrim për lëshimin e një dokumenti të ri që është certifikata e përdorimit të nderuar, pra pas fazës kolaudimit kemi parashikimin e certifikatës së përdorimit, e cila pasi janë mbaruar dhe pasi janë kryer të gjitha njoftimet, lëshuar aktet e kontrollit, verifikuar ato nga të themi njësitë e qeverisë qendrore nëpërmjet autoritetit të inspektimit, atëherë vetëm mund të jepet certifikata e përdorimit të objektit, duke garantuar në këtë mënyrë po ashtu një fazë tjetër pa mundësimin e lidhjes me utilitetet, të kontratave me utilitetet për energjinë dhe me usjellës kanalizimit të gjithë njësive, pra të gjithë objekteve të ndërtimit në Republikën e Shqipërisë. Pra nuk do të ketë më mundësi që të mund të lëshohen dhe të nënshkruhen kontratat e lidhjes me energjinë elektrike dhe me usjellës kanalizimin pa u marrë certifikata e përdorimit, duke krijuar pra kështu një deterencë, një pengesë ekstra në gjithë procesin e kontrollit dhe të disiplinimit të punimeve pra në territorin e Republikës Shqipërisë. Të nderuar, në fakt bashkërendimi dhe vendosja një roli akoma më kontrollues edhe të sekretariatit teknik të themi pra të Agjencisë Shtetërore për Zhvillimin e Territorit. Një rol i cili është inspektues tashmë, po me një rol akoma më të fuqizuar në lidhje me inspektimin dhe kontrollin, nëse mund të themi për gjitha lejet të cilat janë lëshuar nga KKTU-ja, në koordinim me rolin që marrin njësitë e qeverisë vendore, të cilat kanë detyrim për të kontrolluar dhe për të raportuar në sistemin i leje. Jo vetëm pra themi subjekti që ndërton apo të themi zhvillon objektin, po sidomos nevoja për të ndërhyrë në 3 faza të ndërtimit të projektit. E para është faza e fasadës. Pra ka një qartësi që për fazën deri në, faza e karabinas ose nivelit 0. Faza e nivelit 0, që në atë moment do duhet që të ketë një fazë kontrolli të detyruar i cili ndërkohë regjistrohet, kontrollohet dhe depozitohet faza e kontrollit pranë AZT-s. Po ashtu faza e të gjithë instalimeve elektrike, ato të telekomunikacionit, gjithë utiliteteve brenda ndërtesës është një fazë e dytë, e cila ndërkohë po ashtu shërbehet me një fazë kontrolli të dedikuar, dhe faza përfundimtare që ka të bëjë me fazën e fasadës, që e cila po ashtu i njoftohet sekretariatit teknik të KKTU-s në mënyrë që të bëhet pra pararendja dhe njësive të qeverisë vendore, në mënyrë që të bëhet kontrolli përpara se të lëshohet certifikata e përdorimit pra për çdo objekt. Siç edhe e vërejmë në mënyrë të qartë, këto janë mjete për të mundësuar një ndërhyrje akoma më të lartë të autoriteteve shtetërore gjatë gjithë fazave të ndërtimit të një objekti, një rol i shtesë që është ai arkitektit i cili do të mundësojë raportet e përputhshmërisë ndërmjet projektit arkitektonik dhe atij
që në fakt po zbatohet nga ndërtuesi përveç rolit të mbikëqyrësit punimeve, që është shef nga pikpamja të themi civile ndërtimore, dhe mbi të gjitha një bashkërendim akoma më i rëndësishëm i rolit që ka sekretariati teknik i KKTU-s në kontrollin e të gjitha fazave të ndërtimit, duke mos mundësuar vajtjen në themi shkallën tjetër pa patur certifikimin e organeve të kontrollit, duke dhënë më tepër garanci për vetë subjektet private që ndërtojnë, po sidomos përfituesit fundor, të nderuar që janë konsumatorët, që janë blerësit e gjithë njësive pra të këtyre ndërtesave në këto objekte ndërtimi. Të nderuar, vetë ky akt në vetvete nuk parashikon dhe nuk ka efekte financiare në buxhetin e shtetit, pasi strukturat për sa i përket çështjes së kontrollit dhe të inspektimit, qoftë në njësitë e qeverisjes vendore, po qoftë edhe në nivelin qendror, pranë sekretariatit teknik, janë tashmë të ndërtuara përveç se themi përmbushjes së kapaciteteve që mund të ketë në përputhje me planet që do të kenë këto njësi në mënyrë që të kontrollohet, pra për çdo lejë ndërtimi të lëshuar të bëhet edhe kontrolli përkatës për gjithë fazat për të cilat diskutuam. Ndërkohë nga ana tjetër, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë ka paraqitur pra këtë akt në kuptim të Ministrisë përgjegjëse për planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe sigurisht në lidhje me zbatimin e këtij akti do të jenë të përfshirë të gjitha ato organe që merren me qoftë planifikimin dhe zhvillimin e territorit, qoftë për sa i përket çështjes së lëshimit të lejëve zhvillimit dhe të ndërtimit, kontrollit dhe funksioneve të reja pra kontrolluese që jepin sekretariatit teknik të KKTU-s dhe të gjitha atyre njësive që kanë të bëjnë me inspektimin dhe me kontrollin e territorit në Republikën e Shqipërisë, duke përcaktuar detyra të sakta, të ndërvarura dhe të koordinuara në mënyrë që të kemi pra një ekspoze dhe një aktivitet i cili ndërkohë siguron që çdo fazë e procesit nuk tejkalon dhe nuk cënon parametrat të autorizuar nga ligji dhe kur ato janë totalisht në shkelje të këtyre parametrave të përcaktuar nga ligji, patjetër që licitacioni tjetër plotësues që ndërkohë është ndërmarr, për cilin është ndërmarr iniciativa ligjore, do të mund sigurojë që të ketë një rregullim të pasojave të jashtëzakonshme që ndodhin në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe mbi të gjitha krijimin e një balancimi ndërmjet interesave të subjekteve private, shtetësve shqiptar dhe kërkesave që ka rregullimi urbanistik në gjithë Republikën e Shqipërisë. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen, betemi të hapur për pyetje dhe komente nga ana juaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Në fakt edhe këtu në komisione po bënim edhe vetë një reflektim që me qënë se ky akt normativ nuk ka një lidhje direkte me komisionin ton, sepse nuk ka efekte financiare, pyetja ishte pse erdhi tek ne, po unë besoj që akti numër 9, me cilin ne do njihemi çik më pas, mund me qenë se aktet janë të para së bashku, mund të ketë efekte financiare dhe kjo është arsyeja pse jemi në diskutim edhe me aktin numër 7. Ne kemi caktuar si relator të kësaj çështje zotin Adi Qose, do doja shumë që të merrte fjalën relatori për këtë çështje. Dhe Ministria e Brendshme na bashkohet për pak sepse janë në Komisionin e Infrastrukturës dhe të burimeve natyrore, që kështu bashkohen pak më vonë me ne. Faleminderit kryetaret, nderuar kolegë, nderuar përfaqësues të institucioneve përgjegjëse. Do falenderoj zëvendës ministren për shpjegimin shumë shtërues të aktit normativ. Unë do mundohem shkurt të përshkruaj qëllimin, përmbajtjen dhe efektet që ka ky akt normativ. Akti normativ numër 7 i vitit 2025 synon përforcoi kontrollin dhe disiplinimin e punimeve ndërtimore, veçanërisht në parandalimin e ndërtimeve pa leje. Ky akt, në përputhje me nen 101 të Kushtetutës, i është dërguar Kuvendit nga Këshilli i Ministrave për shqyrtim. Sipas relacionit zyrtar, ndryshimet e propozuara kanë karakter urgjent dhe të përkohshëm si masë ndërhyrje e menjëhershme në rregullimin e territorit. Akti përcakton një kornizë të përkohshme ligjore deri në miratimin e reformave më të gjera, duke siguruar zbatimin efektiv të masave për mbrojtjen e territorit dhe rritjen e përgjegjësisë së aktorëve ndërtimor. Dokumenti përmban dhe një relacion shoqërues zyrtar sipas kërkesave të rregullores së Kuvendit, që trajton bazën ligjore dhe arsyetimin publik të nismës. Akti përmban ndryshime të rëndësishme në legjislacionin ekzistues të ndërtimit, veçanërisht në ligjin 8402 të vitit 1998 për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Ndryshimet
kryesore përfshin përshkallëzimin e gjobave financiare për ndërtimet pa leje, krijimin e mekanizmave të ri inspektues dhe komisioneve për monitorimin e zbatimit të planeve të zhvillimit, si dhe masat për pezullimin e lejeve për subjektet shkelëse. Ndërkohë, dispozitat e reja është krijimi i një regjistri kombëtar të lejeve të zhvillimit të ndërtimit elektronik, ku do të regjistrohen të gjitha lejet e lëshuara. Për herë të parë, parashikohet dhe mundësia e përfshirjes në listën e zezë të bizneseve ose individëve që shkelin rregullat e ndërtimit. Gjithashtu, akti shfuqizon fuqinë pezulluese të ankimimit, duke përcaktuar se çfarë do ankimi administrativ apo gjyqësor nuk ndalon ekzekutimin e vendimeve të autoriteteve për shembjen ose konfiskimin e ndërtimeve të paligjshme. Të gjitha këto dispozita bëjnë pjesë në kuadrin e përpjekjes për siguruar një zbatim më të rreptë të legjislacionit ekzistues në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit urban. Nisma synon forcimin e sundimit të ligjit dhe mbarvajtjen e procesit ndërtimor në interes publik, duke ashpërsuar dënimet dhe duke hequr mundësinë e bllokimit të vendimeve përmes ankimimeve. Pritet ulet niveli i ndërtimeve të paligjshme, të rritet mbrojtja e pronës publike dhe e ambientit. Theksohet se masat e parashikuar janë strikte, por proporcionale, të orientuar nga interesi publik për siguri dhe rend urban. Nga vlerësimi buxhetor rezulton se ky akt nuk krijon detyrime të reja financiare për shtetin dhe nuk kërkon fonde shtesë në buxhetin e miratuar. Ndryshimet kanë karakter kryesisht organizativ dhe funksional, që synojnë përmirësimin e procedurave ekzistuese të inspektimit dhe përdorimit më efikas të kapaciteteve administrative. Në këtë mënyrë, efikasiteti i administratës vendore dhe qendrore në zonat urbane do të rritet pa rritur shpenzimet shtetërore. Për qytetarët dhe komunitetet, ligji do të sjellë një mjedis ndërtimi më të qartë dhe më të lishëm. Banorët përfitojnë nga kthimi i hapësirave publike dhe siguria që ndërtesat do të përmbushin standardet ligjore. Investitorët ligjorë përfitojnë nga krijimi i kushteve të garantuara për investime, pasi synimi është të shmangen abuzimet dhe korrupsionin në sektorin e ndërtimit. Me heqjen e efektit pezullues të ankesave, vendimet për prishje objektesh të paligjshme do të zbatohen pa vonesa, duke rritur efikasitetin administrativ. Në raportin e propozuar, theksohet se ky akt do përforcojë transparencën dhe llogaridhënien në sektorin e zhvillimit territorial, duke ofruar publikut më shumë siguri juridike dhe sundim të drejtë të ligjit në fushën e veprimit. Mendoj që ky akt është shumë i rëndësishëm dhe do i kërkoj kolegëve votimin e këtij akti. Faleminderit. Hapim pjesën e pyetjeve dhe diskutimeve. Kush ka pyetje dhe diskutime? Zoti Bozdo, zoti Axhenasto. Përshëndetje. Zonja Zëvendës Ministre, së pari po na sillni një akt normativ sepse sipas jush jemi në kushtet e emergjencës. Çfarë emergjencë është kjo? Është natyrore, tërmet zjarr, sepse nuk më rezulton ndonjëherë, në asnjëherë statistikisht që të kemi emergjencë ndërtime pa leje. Nuk ka emergjencë ndërtime pa leje. Nuk është forcë mazhore ndërtimi pa leje që ju na sillni akt normativ. Në qoftë se keni dështuar ju personalisht, edhe institucioni që ju drejtoni dhe gjitha institucionet e tjera në kontrollin e territorit, kjo është histori tjetër dhe ju keni dështuar. Dhe fatkeqësia e kësaj situate nuk është se keni dështuar se nuk keni patur mundësi ta bëni dot punën tuaj. Ju keni dështuar sepse ju keni shkelur syrin për gjitha ndërtimet pa leje në Republikën e Shqipërisë. Territori i Republikës së Shqipërisë është shkatruar nga ndërtimet pa leje. Dhe jo vetëm nga ndërtimet pa leje, por nga ndërtimet të cilat ke pallaten mes Tiranës, të cilat mbin papritur e pakujtuar, si ai që zbuloi pa dashje zëvendës kryeministrja juaj 2 vjet më parë. Në të gjithë zonat bregdetare apo zonat turistike keni shtesa. Kjo nuk është emergjencë kombëtare. Kjo nuk ka lidhje fare me emergjencën kombëtare. Kjo është një dështim i programuar. Keni mbyllur syt në këmbim të votave dhe tani jemi në situatën që nuk kemi çfarë bëni. Dhe vini këtu me akt normativ që s'ka pse, fare, absolutisht fare. Me akt normativ që ka 30 ditë në mos gaboj që është firmosur, pra efektin pothuajse ka kryer fare, duke mos lejuar ndryshimin e ligjit dhe debati shumë të rëndësishëm që ka lidhje, që duhet të jetë debat parlamentar, që ka lidhje me kontrollin e parlamentit, po ka lidhje edhe me atë që në thelb është kjo, rrëmbimi i kompetencave të pushtetit vendor, centralizimi i tyre drejt zyrës kryeministrit.
Pra ç'është kjo histori e aktit normativ? Qa emergjencë kaq madhe kemi ne? Dëmi është bërë. I zgjidh Nikolaju. I fusti buldozerin si që ndodhi në Theth, që kapi të fatin e të njomin bashk, apo ndërhyni me këto historit e tjera. Strukturat e pushtetit vendor kanë mbyllur syt, kanë shkelur syt, i kanë dhënë fjalën njerëzve të ndërtojnë në këmbim votave, njerëzit kanë ndërtuar në këmbim votave, dhe pas zgjedhjeve vini këtu me akt normativ për të rikthyer moscënueshmërinë e territorit. Nuk shkon. Është totalisht e papranueshme. Në qoftë se keni një emergjencë, e kuptoj, do ishte një emergjencë natyrore, e kuptoj. Po emergjencë nga ndërtimet pa leje nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori kjo gjë. Kjo është një histori e fuqes bashk, e korrupsionit, e neglizhencës, e çdo këmbimi për favore elektorale. Dhe ju doni ta sistemoni këtë gjë me akt normativ. Nuk qëndron akti normativ për çfarë ka ndodhur keq në këtë vend, nën qeverisjen edhe të institucionit që ju jeni. Kjo gjë ka nevojë për një debat të pastërt, mirëfillt parlamentar. Kontrolli i territorit është shkatruar, institucionet përkatëse janë të korruptuara. Inspektoriatet vendore janë të korruptuara, policia është e korruptuar, se ndryshe nuk ka mundësi të ndodhin gjithë këto gjëra. Dhe korrupsioni nuk ka qenë vetëm për para, për fat keq. Ka qenë për këmbime dhe favore elektorale. Do desha shumë dëgjoj shpjegimin tuaj për emergjencën e tmerrshme të aktit normativ, se propozoni këtë gjë. Zotja Gjinaso, fjala është për ju, pastaj ja kalojmë ministrisë. Faleminderit kryetare, faleminderit ekipit për shpjegimin. Unë mendoj që ky komision është shumë relevant për diskutuar një akt të tillë, sepse ne duhet ta shtrijmë vëmendjen dhe ndjeshmërinë tonë për te faktit nëse ka impakt në buxhetin e shtetit apo jo, ka kosto shtesë. Nëse një akt ka kosto shtesë mbi biznesin, edhe ky është rasti sepse do punësohen njerëz të tjerë për të përgatitur edhe për të monitoruar ndërtimin, mendoj që duhet të jetë objekti i punës së këtij komisioni. Së dyti, i bashkohem vlerësimeve të kolegut Bozo për mungesën e emergjencës për këtë akt normativ, sepse në qoftë të shtrimi pak në kohë, do të shikojmë se çështja e ndërtimeve pa leje është diçka pandemike në Shqipëri, dhe fatkeqësisht nuk ka pasur vullnetin e dur për ta dekurajuar këtë fenomen. Nëse do të shikojmë edhe historinë e ligjeve për legalizimet, ka qenë një absurd i madh, ju e dini shumë mirë, se duhet keni parë historikun, që në momentin që është bërë zgjatja e veprimit të ligjit për legalizimet, janë dyfishuar ndërtimet pa leje. Domethënë ne kemi krijuar hapësira vazhdimisht që ose dyer për ndërtimet pa leje. Kështu që arsyet e vërteta janë pikërisht ato që unë mendoj që arsyeja kryesore është që gjithë sistemi i monitorimit të territorit, i kontrollit të territorit, zhvillimit të tij ka probleme, mangësi shumë serioze, dhe kjo nuk zgjidhet as pak me një mënyrë reaktive siç është kjo, por mendoj që mënyrat që se si duhet vepruar duhet të jenë proaktive. Tashmë mbas një eksperiencë shumë të gjatë në këtë sektor, ju duhet dini se cilat metoda funksionojnë dhe cilat nuk funksionojnë. Dhe këto duhet sanksionohen në ligj, nuk mund të jenë me veprim të përkohshëm 40 apo 45 ditë siç i kanë aktet normative. Dhe mendoj që këtu duhet fokusohemi. Cilat metoda janë ato që dekurajojnë ndërtimet pa leje? Cilat janë ato metoda që detyrojnë kompanitë, operatorët
ndërtuesit, zhvilluesit që t'i përshtaten të përmbahen lejeve përkatëse. Mendoj që edhe ajo që ndodhi me ndërtimet, zoti Boze përmendi thethin, por ndodhen në mes Tiranës edhe shkatrime që ishin vlerat jashtëzakonshme monetare, hapësirat publike patjetër janë shumë të rëndësishme, por nuk duhet ishin lejuar që të bëheshin. Sepse e dim shumë mirë mekanizmin se si funksiononte dhe te këto mekanizma mendoj që duhet të jetë vëmendja, përgjegjësia atyre që kanë shkelur detyrën, që i kanë krijuar hapësirë operatorëve privat, bizneseve për të ndërtuar dhe pastaj jo vetëm që ja shkatrojnë investimin, por edhe i penalizojnë. Kështu që mendoj që ky akt është i panevojshëm, duhet të jetë më serioz, duhet bërë ndryshimi përkatës ligjor. Ju vetë duhet jeni më të qartë edhe më transparent edhe më, do thoja, efikas për sa i takon mënyrave, elementve që dekurajojnë ndërtimet pa leje në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit zoti Axhinasto, po unë doja para sa të jepja fjalën ministris të bënte disa shpjegime. Unë doja të thoja që pjesa e filozofisë së kësaj qeverie dhe qeverisjes është një shtet më funksional dhe një territor më i kontrolluar. Dhe nga pikpamja e aktit normativ që mund ta vendosim në një kontekst politik, kjo është një shprehje e qeverisjes së përgjegjshme dhe të rendit institucional, sepse tregon që qeveria nuk e shet territorin si hapësirë pa zot, por si pasuri publike që duhet ruajtur dhe administruar me kujdes dhe legjishmëri. Që kështu në këtë këndvështrime dhe aktet normative që vijnë për këtë çështje, që janë 3 dhe lidhen me 3 ligje të ndryshme, kanë ardhur si paketë dhe diskutohen në komisionet përgjegjëse, por unë kam si detyrë kryesore të tregoj që përgjegjshmëria e qeverisë është që të ketë një kontroll më të mirë të territorit dhe të lejoj zhvillimin e hapësirave publike mbi bazën e ëndrrës për cilën ne votuam, Shqipëria në Europë 2030. Që kështu zonja Muça, nëse do shtoni gjëra lidhur me këto diskutime, ju lutem merrni fjalën. Shumë faleminderit kryetare, shumë faleminderit zoti Posto dhe zoti Axhinasto për pyetjet tuaja. Në fakt, çështja kryesore që u ngrini ka të bëjë me çështjen e emergjencës. Në mënyrë të qartë, çfarë ka ndodhur dhe po ndodh në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe qeveria ka konsideruar se për shkak të intensitetit dhe verifikimit që janë bërë në lidhje me lejet e ndërtimit vetëm, të cilët janë lëshuar nga organet qendrore, pra nivel qendror dhe nivel vendor në territor, kanë provuar për një periudhë shumë të shkurtër kohe, pra vetëm gjatë verës së këtij viti, një rritje të intensitetit të kësaj veprimtarie të palishme në terren, e cila ndërkohë pikërisht në emër të. Dhe do duam ta ritheksojmë atë që kryetaria e tha me shumë elokuencë. Përgjegjshmërinë që kanë fakt qeveria shqiptare për të mos vendosur të 2 grupet e interesit, shumë të mëdhenj, që janë në këtë që preken nga kjo histori, që janë subjektet private, individ apo subjekte juridike, të cilat ndërmarrin veprime për ndërtime, pra të paligjshme totalisht apo në shkelje të lejeve të ndërtimit për t'ja u përdorur dhe vendosur përpara si një barrierë. Dhe në fakt në ligjin për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit ne kemi vendosur pikërisht mekanizmin, pra do duam ta theksojmë këtë gjë. Qeveria ka marrë përsipër të thotë ky është mekanizmi i kontrollit në faza dhe njoftimeve që duhet të bësh pranë jo vetëm autoritetet vendore, po këtë herë dhe pranë sekretariatit teknik të KKTU-s, që në këtë rast kompleton dhe përcakton në lidhje me lejet e veta, gjithë të veprimtari pra të kontrollit të detajueshëm për çdo fazë tashmë. Pra nuk do të ketë kalim në fazat të tjera të miratimit pa u kontrolluar përputhshmëria e akteve të lëshuara me zbatim. Dhe në këtë kuptim të nderuar, mekanizmi dhe emergjenca është evidente. Pavarësisht se çështja madje deputeti Axhinasto me të drejtë ta kemi të bëjmë me një situatë pandemike, e cila ndërkohë në momente kur në 3 muajt e fundit pra është intensifikuar në një mënyrë e cila është e pakontrollueshme, por më tepër do mund të sjellë pasoja të cilat po provohen të jenë shumë të rënda për subjektet vetë private.
Pra një subjekt i cili ndërton në mënyrë palishme Republikën e Shqipërisë tashmë dhe me mekanizmin e cilësuar dhe të përforcuar në këto akte normative, do të duhet të di prej tani se çfarë do veprimtaria që do të mund kryesh në cënim të interesit publik, dhe po flasim për cënim të parametrave kushtetues. E drejta e veprimtarisë private në Republikën e Shqipërisë nuk ka limit. Ajo limitohet nga interesi i palëve, interesi publik atyre të cilët fitojnë interesa, por edhe zhvillimet urbanistik në territor, pasi qytetarët kanë të drejtë të jetojnë në një ambient të rregulluar dhe të orientuar mbi bazën e lejeve të dhëna dhe të certifikuara nga autoritetet kompetente në Shqipëri. Pra ky është momenti në të cilin në emergjenca u bë pikërisht për të ndaluar hemorragjinë në raport me pasojën të nderuar. Pra emergjenca e ndërhyrjes ishte për të ndaluar dhe për t'i thënë të gjithëve nëse do të vijoni mbi bazën e këtyre kritereve të ushtroni këtë veprimtari, po ja u themi dhe kjo ne shpresojmë se do të sjellë një lloj pengese, pra do të sjellë një parandalim të nderuar. Pra është për të parandaluar veprimtarinë e palishme dhe për të kufizuar pasojat që mund të lindin për entitete private të cilët pa patur një informacion, pa qenë të detyruar të dinë se si është organizuar, të themi, legjislacioni në Republikën e Shqipërisë, shkojnë dhe blejnë, pra mbi bazën e një letre, mbi bazën e një fjale, blejnë, herdhin para të rëndësishme për të blerë këto njësi të cilat nesër mund të jenë pjesë e sanksioneve. Në këtë kuptim, pikërisht kemi të bëjmë me një ndërhyrje e cila ndërkohë provon përgjegjësinë në raport me gjithë këto palë, duke patur parasysh që legjislacioni dhe mekanizmi ekzistues, i cili ndërkohë është në fuqi, kemi një legjislacion ekzistues i cili është përmirësuar madje her pas here, nuk po funksionon. Dhe mbi të gjitha, në çdo ditë që ne do të fusim në debat parlamentare dhe do të patjetër të nderuar në lidhje me kriteret e këtij ligji që ne po vendosim janë kriteret të cilat nuk di se çfarë mund debatohet për faktin që ne duam dhe një arkitekt që të na japi përputhshmërinë me projektin e tij gjatë ndërtimit. Patjetër që mund ta debatojmë, po mendoj se gjithë janë dakord që arkitekti duhet të jetë pjesë e kontrollit dhe duhet të japë një informacion më shumë. Çfarë do të mund të ishte pjesë e debatit nëse ne themi që do të kemi faza kontrollit të raportuara dhe të njoftuara, për të cilat njësitë e qeverisë vendore dhe pjesa e sekretariatit teknik në KKTU të marrë rolin e vet të përforcuar kontrollues. Çfarë do të ishte që unë të them në mënyrë shumë të shpejtë që nuk ka lidhje të kontratave për utilitete, nuk ka lidhje të kontratave të njësive, të cilat ndërkohë cënojnë këto parime të përcaktuara në këtë akt, në mënyrë që qytetarët dhe të gjithë ndërtuesve të bëhet e pamundur futja në marrëdhënie tregtare me qytetarët, duke i dhënë atyre idenë, vizionin se ata mund të përdorin një njësi nesër, pra duke mbyllur çfarëdo lloj shtegu në leximin tonë më të mirë, që të ketë mundësi deterrence, pra parandalimi, prap i cili po ta lëm dhe po ta linim në një procedurë normale, të themi legjislative, në këndvështrimin tonë të nderuar, mos jemi 2000% të themi dakord në lidhje me faktin që mund ta kishim qenë pjesë, por ne mendojmë që është në interes të qytetarëve dhe të subjekteve juridike në Republikën e Shqipërisë të ndalojnë nëpërmjet këtyre instrumenteve të bëjmë ata të mendojnë 3 herë, nëse kanë menduar një herë, të mendojnë 3 herë përpara se të fusin një tull apo të futin një investim shtesë, i cili do të bëhet automatikisht dëm për ta, pasi o do të konfiskohet, o do të prishet. Kështu që në këtë kuptim ne kemi përgjegjësi dhe ndaj shkelësve, nëse mund ta themi kështu. Pra, po veprojmë në një mënyrë e cila mund të na cënojë dhe të na japë një kosto paraprake në raport me procesin, po themi legjislativ normal, por na jep një vlerë në raport me qytetarët shqiptar, investitor ose përfitues të ndërtimeve që nesër mund të jenë katastrofë për të dy palët në vetvete. Pra ky është qëndrimi ynë që ne kemi menduar mendimin më i mirë që ne kemi konceptuar për të i dhënë stop dhe për ta bërë ndal, pra këtë proces të pasojës të nderuar. Pra do duam ta reflektojmë. Pra emergjenca ka të bëjë me evitimin dhe kurimin dhe mitigimin në kohë të pasojave që më pas do të futen në rendin administrativ të zakonshëm, të cilat nga pjesa administrative do shkojnë në gjyqësore dhe do të kemi shumë më tepër kërkesa para gjykatave, para administratës shqiptare, të cilat do të bëhen shumë të vështira në kohë minimalisht sot për të trajtuar me pasoja të parikuperueshme ndoshta për palët që kanë qenë përfshira në këto transaksione. Pra ky është një akt kthjelltësie, qartësie, ndërhyrje në një kohë të tillë për të, kur i thonë në farë mënyrë, për ta ndaluar atë që mund të jetë pritshmëria se unë një ditë edhe mund të legalizoj ndonjë gjë. Pra këtu nuk ka më
përcaktohet paktën në ligjin për cilin aktin në aktin normativ për cilin jemi duke diskutuar sot, nuk do të ketë më një fazë të mendimit të dytë ose të tretë, por do të ketë faza kontrolli për cilat çdo shkelës di përpara dhe çdo përdorues do të jetë informuar. Jemi shumë të interesuar që për shtetasit shqiptar ky akt jetë i mirë njohur, për faktin që ata të dinë se nuk mund të hyjnë në marrëdhënie të cilat janë të pacertifikuara paraprakisht nga organet shtetërore dhe të mund të informohen duke evituar problematika dhe mosmarrëveshje shumë të rënda në territor. Dhe një herë shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Faleminderit. Zoti Kadeli do fjalën, pastaj zoti Bozo. Do t'i qofse doni të ju? Faleminderit kryetar. Te ky akt normativ në fakt nuk arrita ta kuptoj që a ka përgjegjësi zhvilluesi për dëmtimin e pronës publike, dhe ajo që dua të them është që gjatë zhvillimit të aktivitetit të tij, shumë rrugë, shumë trotuare, zhvilluesi i prish. Dhe në fakt ato ribëhen përsëri me lekët e taksapaguesve dhe nuk marrin përgjegjësi zhvilluesi. Gjithashtu do doja të kishte edhe një shpjegim edhe për ndryshim pjesëshëm të projektit pas miratimit lejes. Dhe këtë kam më shumë fakt tek entet publike, se kanë nevoja që gjatë miratimit lejes mund të ketë nevojë për ndryshime për shkak të vendodhet. Për shembull, këtu kam parasysh veprat e artit, urat, që gjatë zbatimit të projektit lindin nevoja të ndryshime të pjesme që nuk e ndryshojnë strukturën, nuk ndryshojnë asnjë gjë. Por ndoshta ky akt normativ duhet ta shpjegojë për të mos i penguar zhvillimin e zërisë. Faleminderit. Tjetër. Nderuar deputet, shumë faleminderit për pyetjen. Dhe në fakt ky akt jo vetëm që nuk e ndalon këtë proces, po mundson mbi bazë fazash njoftimin e sekretariatit teknik apo të seksionit urbanistikës, pra themi të njësive përkatëse që kanë dhënë leje, në mënyrë që në çdo fazë të zhvillimit të projektit ai që është zhvilluesi dhe investitori, pra të mund të vi me informacionin shtesë për shkak të ndryshimeve që mund të ndodhur nga ato gjeologjike, për shkak nevojave të reja, për shkak faktit se është vendosur në kushtet për të ndërtuar një objekt i cili mund të kërkojë dhe ndryshimin e lejes. Pra nuk preket dinamika e atyre lloj qasjeve për lëshimin apo ndryshimin e lejeve të ndërtimit nëpërmjet aktit normativ. Preket vetëm që duhet këtë fazë njoftimi, kontrolli për çdo fazë dhe plotësim, përforcim të mbikëqyrjes. Pra mbikëqyrsi i punimeve që paguhet nga zhvilluesi, që e ka bërë siç e ka bërë punën, dokumentacioni në fakt, në letër me terrenin si qëndron, i është shtuar arkitekti, i cili ndërkohë do të certifikojë dhe është figurë ligjore, pra do të ketë përgjegjësi nëse projekti që është miratuar në krye të erës nuk përputhet me projektin e zbatimit, pra në kuptimin arkitektonik të fjalës, dhe do të ketë një fazim dhe kontroll të detyrueshëm të paktën në 3 ose 4 faza që tham që nga niveli 0, karabina, gjithë ndërhyrjet që ke në të brendshme, pra të gjithë investimeve të brendshme që ke në ndërtim, plus çështjes së fasadave, të cilat kanë po ashtu, pra themi do të shënojnë fazën finale të ndërtimit, për ta çuar në kolaudim dhe më pas në certifikat përdorimi për ta plotësuar, pra edhe për ta detajuar kur i thon të gjithë fazat në mënyrë të tillë që të ketë më vëmendje edhe nga gjithë trupa e zhvilluesit dhe ndërtuesit në raport me përputhshmërinë e aktit me realitetin. Pra ky instrument jo vetëm që nuk ndikon, çështja e ndryshimeve është një çështje që mund të lindë për rrethana të cilat janë zakonshme ose të jashtëzakonshme, dhe për këtë gjë sekretariati teknike që ka lëshuar lejen i marrin ato sipas konsideratave dhe rrethanave të cilat mund të jenë pranueshme ose jo. Pra nuk është thënë që do pranohen ndryshimet, qofsh ky edhe autoritet publik, nëse autoriteti i lëshimit të lejes nuk e konsideron të themi të përputhur me atë interes që do të realizohet nga zhvilluesi dhe objektivin e tij parësor. Nuk e di nëse e zaruam, po tani çështja e prishjes është një çështje e cila ndërkohë hapësirat publike të nderuar është gjithashtu është një akt i cili ndërkohë për cilin është ndërhyrë në mënyrë shumë qartë, në që hapësirat publike të marrin më në fund një status civile, ndjes, po, faleminderit deputet. Ai si çdo palë civile, pra si çdo palë që ka dëmtuar, organi i cili ndërkohë është pronar i sipërfaqes së prishur, ka të drejtë mbi bazën e kodit civil të shkojë të bëj kërkesë për ndalim dhe për shpërblim. Po. Je për cilin trotuar? Nuk për trotuarin nuk po e marr. Në të jepni një përgjigje më shumë për këtë çështje? Po. Ndërhyrja të paktën për lejet dua t'i referohem së pari kompetencave
në asnjë moment nuk kemi mbivendosje midis pushtetit vendor dhe pushtetit qendror. Ajo çfarë është mirë sankcionuar në këtë ligj është ndarja specifikisht që sekretariati të ketë mundësi të ketë një sy në lejet e veta, pra në lejet që jep Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit. Kjo për shkak se kontrollet bëhen dhe realizohen nga pushteti vendor dhe eksaktësisht një nga rastet më flagrante për t'ju përgjigjur zotit Braça në shumë dashamirësi është një rast në Vlorë i cili ka qenë trotuari totalisht i dëmtuar, totalisht i prishur, sekretariati në certifikatën e përdorimit nuk pranoi të bëjë certifikatën e përdorimit të subjektit, bëri refuzimin, pasi në gjendjen fillestare trotuari ka qenë i plot, i bër, i sakt, pa dëme, pa gropa, pa puseta, ju kthye përgjigja për dëmtimin për rreth, ju referua materiali IMT-s Bashkisë Vlorë dhe vetëm pasi erdhi përmirësimi me foto i trotuarit neve rifilluam. Ndaj dhe është kërkuar specifikisht në ligj që ndoshta jo në rol aktiv të hartojmë kontrollet, por sekretariati të ketë sy në hartimin e kontrolleve për lejet që jep sekretariati. Është evidente në kontrollet që kemi bërë të paktën gjatë verës, është konstatuar që kur bëhet rrethimi i kantiereve dëmtohen trotuaret, dëmtohen rrugët, janë dëmtuar edhe tubacione ujë, janë konstatuar. Megjithatë kemi marrë në konsiderat ligjin që është në fuqi dhe i kemi referuar pasi është mirëfillti e pastër në kodin penal dhe në bazuar dhe në ndryshimet që ne kemi propozuar, sepse këto ndryshime paketa ka një sër ligjesh që prek, ndaj është reflektuar gjetja e zgjidhjes pikërisht për raste të tilla ku kemi dëmtim të pronës publike dhe jo më të hapësirave, por të pronës publike, pasi trotuaret, rrugkalimet edhe të tjerë janë pronë publike. Për t'i dhënë përgjigje, po është marrë në konsiderat dhe do t'i ngarkohet ndërtuesit i cili bën punime të bëjë riparimin, në të kundërt nuk do ketë certifikim dhe për ndërtuesin. Pyetje të tjera po zoti Bozo. Faleminderit zonja kryetare, unë nuk mora përgjigje për çështjet e emergjencës, sepse vetëm emergjencë këtu nuk ka. Këtu është një situatë dalë jashtë kontrolli, po emergjencë nuk ka. Dhe ka dalë jashtë kontrollit ndërtimet pa leje, kanë dalë jashtë kontrollit jo për çështje të mundësisë së kontrollit tyre. Pushteti vendor është i mjaftueshmërisht për atë që do që kur ngren një tend të vijë njëherë policia bashkiake, siç ndodh në Tiranë, po kur ndërtohet një pallat nga dikush që është afër me pushtetit, bëj sikur nuk e shikon fare. Dhe aq më tepër pastaj kur bëhen premtime dhe mbyllje sysh në fushat elektorale, dhe normale është ajo që thoni ju, që ka ndodhur gjatë një pandemi gjatë verës, po patjetër që ndodhi një pandemi, se ishin gjithë premtimet e dhënë fushat elektorale për të ndërtuar në të gjitha format, në të gjitha mënyrat në këmbim të votave. Dhe që t'ishit serios në prezantimin tuaj, meqense pretendoni që është një pandemi, duhet vinit këtu të na thonit ku është verifikuar pandemia. Më thoni cilat territore është verifikuar pandemia. Në cilat territore është zhvilluar një gjë e tillë? Cilat janë masat që keni marrë ju për këtë gjë? Sa individ përfaqësues pushtetit vendor keni çuar për ndjekje penale? Sa? Sa kryetar bashkish kanë vajtur për ndjekje penale? Këto janë masa. Sa drejtues të policive bashkiake dhe jo bashkiake kanë vajtur për ndjekje penale? Dhe me qënëse keni hallin në thonjza të dalet jashtë kontrollit të ndërtimeve pa leje, po çështjen tjetër se shfrytëzoj rastin këtu që është drejtoresha e Agjencisë Zhvillimit Territorit zonja Rokaj, po çështjet kur jepen leje ndërtimi në kundërshtim me konventat ndërkombëtare, kundërshtim me angazhimet e Shqipërisë për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, e kam rastin e Pogradecit zonjë. Ju keni dhënë leje ndërtimin tushemisht, gjë që po rrezikon daljen patjetër, po rrezikon daljen e Pogradecit nga UNESCO.
Dhe ju gjithashtu po programoni të jepni një leje tjetër ndërtimi në breg të liçenit, ta betonizoni liçenin e Pogradecit, që do jetë një turp dhe skandal për Pogradecin dhe për Shqipërinë. Zonja Muçaj. Përgjigjuni, lutem se. Apo zonja Rokaj, po. Atëherë, edhe pse është jashtë kontekstit të diskutimi, unë jam përgjigjur me shkrim, gjithkujt që ka kërkuar informacion, unë nuk institucioni që unë drejtor nuk e ka dhënë atë leje, nuk e di ku e keni marrë burimin e informacionit, e keni të gabuar, ajo leje në Tushemisht nuk është dhënë, nuk di kujt i referoheni, por mund t'i drejtoheni institucionit dhe sigurisht do merrni përgjigjen me shkrim, por di që një leje e cila qarkullon në për media, në për portale, kanë marrë të gjithë institucionet përgjigjen zyrtare që nuk është lëshuar leje. Qarkullon një projekt, i hedhur në faqen e investitorit. Patjetër, pra në Tushemisht, po ju them se unë në Tushemisht, Zotri, nuk kam dhënë, Zotri, tani. Ne nuk kemi një miratim të tillë. Nuk e... Atë tash për drejtoju institucionit, më kërkoj informacion patjetër dhe unë ju përgjigjem për këtë, atëherë pikërisht zotri, kjo është arsyeja që unë po ju them që ndryshimet në ligj, po ju bëj me dije, ndryshimet në ligj, po t'i lexoni me shumë kujdes, kanë të bëjnë me informacionin në kohë reale që sekretariati merr. Deri më tani, po ju shpjegoj që të gjitha kontrollet e punimeve, edhe për leje të dhëna nga sekretariati në vite, bëhen nga bashkitë dhe merren të mirëqëna, pa patur as një sy dhe pa patur as një të drejt kontrolli. Në maj kemi miratuar të drejtën e pasjes një sy të sekretariatit në territor. Dhe pikërisht në vijim të këtij tagri të ri ligjor që ju shtua sekretariatit, ku nuk pranoj më dhe refuzoj që konformitetet që vinin nga bashkit, nga të gjithë bashkitë e Republikës së Shqipërisë, dhe jo vetëm për një vit, 2 vjet, 5 vjet apo 10 vjet, por në të gjithë kozjatin e tyre vinin ashtu siç vinin, ne kemi ngritur një grup i cili në kohën e verës bëri disa hapa dhe verifikoi disa leje në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Mund të them që janë më shumë se 42 procese ligjore të cilat ne i kemi referuar, janë bërë shumë kontrolle dhe në këto kontrolle kanë rezultuar, me që po flasim për urgjencën, kanë rezultuar 4 shtesë të quajtura duplekse apo në forma të ndryshme. Ishte i vetmi moment pasi u dha e drejta sekretariatit që t'i konstatonte pasi në mungesë bazës ligjore për ta bërë këtë gjë nuk mund ta bënte. Dhe emergjenca është lidhet pikërisht me pasojën, nuk lidhet as me kompetencat e sekretariatit, nuk lidhet as me kompetencat e marra apo të munguara të pushtetit vendor, se aty kanë padur, por lidhet me ata qytetarët të cilët prej kohësh sillnin mesazhe dhe thonin që kemi 2 vetë të njëjtin apartament. Dhe pikërisht këtu ka lindur nevoja që në këto kontrolle kanë rezultuar të mbështetura kërkesat e qytetarëve, janë konstatuar disa objekte të cilat kanë qenë duke e hedhur dhe janë referuar të gjithë rastet, paktën të ndjekur nga sekretariati, janë referuar institucioneve ligjzbatuese në vend dhe kemi të bëjmë çdo ndodhi me qytetarët në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë blerë një apartament, kanë porositur një apartament dhe ky apartamenti nuk ekziston fare ose dhe po të vijojë të ndërtohet, do të konfiskohet nga shteti sepse është përtej lejes së lëshuar nga institucionet ligjzbatuese. Kjo ishte në lidhje me. Okej, ka dikush tjetër pyetje? Sqarime keni nevojë? Ke përshtuar diçka? Po. Në fakt, zënia kryetare, mendoj që është e kohë që të zgjatemi për sa kohë diskutuam që fillim që ky akt normativ nuk i përket, më saktë nuk përfshin çështje ekonomike dhe nuk ka ndikim ekonomik që ne ta trajtojmë, pastaj pjesa politike të vazhdojmë. Po
Nuk e ka drejt për drejt që mund ta trajtojmë ne. Kështu që është e kohë që të vazhdojmë të bëjmë deklarata politike dhe të vazhdojmë diskutime që lidhen me ndërtimin, përsa kohë ky akt përmirëson kuadrin ligjor, ndihmon të gjithë inspektoriatet ndërtimore në zbatimin e detyrës, si dhe ndihmon të gjithë ata investitorët që të zbatojnë lejet e ndërtimit sipas procedurave ligjore. Kështu që rekomandoj që të gjithë ta kalojmë në votim dhe të vazhdojmë me aktin normativ tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Ka dikush tjetër pyetje? Okej, kalojmë në proces rikualifikimin e tushemishtit. Në hyrje të qytetit Pogradecit, te ish godina e Oktapodit që ka qenë godina e viteve 80, toka është private, investitori ka filluar të shpimet për të bërë matjet geologjike dhe aty, sipas projektit që vërtet qarkullon në media, do betonizohet gjithë ajo pjesë e liçenit. Është jo vetëm shkatërimi i Pogradecit, bëhet për qëllime lukrative të pastra, po është edhe shkelje e marrëveshjes me UNESCO-n, shkelje e marrëveshjes dypalqëse midis Shqipërisë dhe Maqedonisë për mbrojtjen e Bregdetit dhe ka nxjerrë dhe alarmin e institucioneve me drejt maqedonase, sepse po t'i shtohet tushemishtit dhe do i shtohet tushemishtit, përfundimisht Pogradeci përjashtohet liçeni i Ohrit, Pogradeci dhe Ohri përballë përjashtohen nga trashëgimia kulturore e UNESCO-s. Tani nëse mund të më jepni një shpjegim për këtë, sepse situata është që aty e konsiderojnë punë të mbyllur këtë gjë. Sigurisht që nuk do mbyllet derisa do mbyllet, do luftojmë me të gjitha mënyrat që një gjë e tillë mos ndodh. Por shfrytëzoj rastin t'ju kem këtu dhe t'ju kërkoj një sqarim. Faleminderit. Kjo është një pyetje jashtë rendit të ditës, megjithatë patjetër që vlen vëmendjen për diçka që u përmendet, por gjatë artikullimit tuaj tha do të vi. Atëherë, ju siguroj vetëm një gjë, që të paktën sekretariati që unë drejtoj në asnjë rast, në asnjë moment nuk mund të pranoj të shkel bazën ligjore. Dhe për këtë ju garantoj që dhe nëse është një pronë private, sigurisht do të ruhet dhe do të respektohen të gjitha parashikimet ligjore dhe do t'i kalohet procedura të gjithë organeve që kanë nevojë të domosdoshme, të parashikuar nga ligji për të dhënë dakordsinë, miratimin ose sugjerimet e tyre për një projekt qoftë ky apo projekte të tjera që mund të jenë në qytetin e Pogradecit. Për këtë fakti që institucioni ka dhe një jurist në krye, besoj që më mjafton për t'ju thënë që baza ligjore nuk shmanget për asnjë projekt të paktën që është në proces. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Rokaj, faleminderit shumë zonja Muçaj për gjithë shpjegimet që na bën. Kalojmë në proces votimi. Kush është dakord me aktin normativ numër 7, i cili ka si titull disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 8402, datë 10/9/1998 për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit të ndryshuar. Kush është dakord? Dakord, me shumicë miratohet. Kush është, se janë 2 kundër, besoj, abstenime nuk ka, që kështu ky akt normativ miratohet. Faleminderit për shpjegimin dhe besoj që me këto rregullime që bëm, territori do jetë pjesë e përgjegjësisë qeverisëse dhe për të bërë ëndrrën që ne kemi për një Shqipëri më të bukur edhe më të rregullt. Faleminderit. Faleminderit, kalojmë në çështjen e dytë të rendit të ditës, që ka të bëjë me shqyrtimin e cilësinë e Komisionit për dhënien e mendimit të aktit normativ numër 9 të datës 1/10/2025 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9780 të datës 16/7/2007 për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme të ndryshuar. Siç është thënë në krye të herës, kemi 3 akte normative që rregullojnë kontrollin mbi territorin. Komisioni jonë është përgjegjës për 2, me ndikim jo të drejtë për drejtë në buxhet, por me ndikim
në ekonomi. Edhe këtu keni disa çështje që kanë një dimension ekonomik përsa i takon këtij projektakti. Edhe këto projektakte në seancën plenare do të konsiderohen si një i tëri, ndërkohë miratimi për to do të jetë në mënyrë individuale. Neve kemi të ftuar zotin Julian Hoda, që është zëvendës ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme, zotin Aldi Dekavelli, drejtor juridik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, dhe zonjën Eliona Doçi, drejtor juridik në IKMT. Kemi caktuar relator për këtë çështje, zotin Adi Qose. Fjala është për ju, zoti Hoda. Faleminderit. Shumë faleminderit zona kryetare, të nderuar deputet, mirëdita. Ju e përmendët kryetare që ky akti që keni përpara është pjesë e një pakete. Dhe si një pakete e tillë synon pikërisht rritjen e efektivitetit dhe eficiencës së punës gjithë institucioneve të ngarkuara me planifikimin, monitorimin apo inspektimin e territorit, siguroj mundësisht një transparencë më të madhe në vendimarrjet administrative, duke ulur edhe diskrecionin, si dhe të rrisë përgjegjësinë dhe përgjegjëshmërinë në vendimarrje nga ana në punësve të ngarkuar me këtë detyrë. Unë besoj që edhe ke akt normativ që kishit përpara nesh në rendin e ditës se ezauruat faktin se si vjen. Ky vjen si akt normativ sepse është gjykuar edhe në bindjen e Këshillit të Ministrave që ka një nevojë që është forcimi i kontrollit në territor dhe ka një urgjencë ky forcimi i kontrollit në territor sepse çdo ditë e humbur është praktikisht kosto ekonomike, sociale për qytetarët, por edhe për buxhetin e shtetit. Në lidhje me aktin normativ numër 9, unë do doja me lejen tuaj të ilustroja shkurtimisht vetëm pikat kryesore që parashikon ky akt që ndërhyn në ligjin për inspektimin dhe mbrojtjen nga ndërtimet e kundërligjshme. Edhe do thosha çështja numër 1 është që mundohet të rrisë bashkëpunimin dhe bashkërendimin nëpërmjet institucioneve dhe kjo vjet re ke roli i shtuar që i jepet Agjencisë Zhvillimit të Territorit, e cila sot që flasim është një sekretariat teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit, por që ky ligj i jep disa kompetenca ose i mundëson që të marrë pjesë në inspektime, si dhe të propozojë sanksione në rastet kur inspektohen lejet e ndërtimit lëshuara pikërisht nga KK të Uja. E dyta, rrisja e dytë është një angazhim i dedikuar që do të thotë që njësitë e qeverisë vendore do të jenë të detyruara mbi bazën e këtij akti që keni përpara, që për çdo leje ndërtimi të caktohet një inspektor përgjegjës. Që kjo nuk do të thotë që çdo leje duhet të ketë inspektorin e vet, por një inspektor duhet të jetë i përgjegjës për një leje ndërtimi të caktuar në mënyrë që të rritet edhe përgjegjësia dhe përgjegjëshmëria e inspektimeve në territor. Rrisja e tretë janë afatet për marrjen e një vendimi mbas inspektimit. Është gjykuar që duke qenë se çështja është e ndjeshme dhe ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme, parashikohet që afati për marrjen e vendimit nga ana e trupës inspektuese mos jetë më shumë se 10 ditë. Pra, trupa inspektuese një herë që kryen inspektimin të marrin një vendim brenda 10 ditësh, kjo nuk përjashton në asnjë mënyrë atë që ekziston sot në ligj, që është marrja e vendimit në mënyrë të menjëhershme në rastet e flagrancës. Disiplinohet më mirë nga ana tjetër paralajmërimi si masë kryesore, pra paralajmërimi nuk do të mund të përdoret më si masë kryesore në vijim të inspektimit për sa i përket ndërtimeve në zona bregdetare apo në zona me interes arkeologjik apo kulturor. Dhe e fundit për më pak e rëndësishme është disiplinimi i vetë strukturës inspektuese, pra krahas gjobave të parashikuara në ligjin ekzistues. Për inspektorët shtohet edhe largimi menjëhershëm nga puna për gjithë ata që me veprime ose mos veprime të kundralishme lejojnë ndërtimet e palishme në territor, apo edhe si dhe detyrimi për kallëzimin penal të menjëhershëm nga ana titullarit të strukturës inspektuese apo të kryeinspektorit në rastet e këtyre shkeljeve. Unë me lejen tuaj do ndaloja këtu dhe bashkë me kolegët jemi në dispozicion për sqarime ose pyetje nëse keni. Faleminderit. Faleminderit zoti Hoda, fjala është për zotin Qosa. Faleminderit kryetare, nderuar përfaqësues të institucioneve, nderuar kolegë. Si relator në aktin normativ numër 9 datës 27/9/2025, duhet ju njoh me qëllimin dhe ndryshimet kryesore që sjell në ligjin 9780 datë 16/7/2007 për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme. Ky akt i ri ka në thelb forcimin e kontrollit dhe sanksioneve ndaj ndërtimeve pa leje me qëllim mbrojtjen e qytetarisë dhe rendin urban, si dhe përmirësimin e sigurisë në hapat tona publike. Do rendis vetëm disa nga pikat të cilat besoj unë që janë qëllimi dhe përmbajtja kryesore e këtij akti dhe më pas mund edhe ta diskutojmë bashkë me kolegët. Besoj që konfiskimin të punimeve pa ndërtim pa leje në rastet kur konstatohet ndërtim pa leje ose të kalimi 2% të sipërfaqes së lejës dhe nuk mund të bëhet prishje teknike, pjesët e palishme konfiskohen për interes publik ose strehim social. Kur të kalimi është mbi 10%, konfiskohet i gjithë objekti apo pritet prishja e tij.
Lista e zezë e shkelësve. Krijohet një listë e zezë kombëtare me individët dhe subjektet që kryen shkelje të rënda, ndërtime pa leje, tejkalime të mëdha, ndërtime në zonat e mbrojtura. Të regjistruarit në këtë listë përjashtohen nga e drejta për të marrë leje ndërtimi për 5 vjet. Ky mekanizëm ndëshkon shtetasit dhe kompanitë që abuzojnë me ligjet e ndërtimit, duke siguruar që ato nuk mund të vazhdojnë vepritarinë e paligjshme. Rritja e gjobave dhe sanksioneve është një pikë tjetër e rëndësishme, vendosen gjoba më të larta për ndërtimet pa leje, ligji parashikon gjobë minimale prej 5.000 lekësh për metër katror për ndërtime pa leje me qëllim fitimi, plus gjoba shtesë që mund të jenë në disa raste 10% të vlerës së preventivit. Për shkelje në zonat e mbrojtura, bregdetare apo pranë monumenteve, autoritetet vendore që jepnin leje pa verifikim dëshkohen me gjobë deri në 2 milion lekë dhe zyrtarët publik të përfshirë në ndërtimet e paligjshme dëshkohen deri në 7 vite nga puna shtetërore. Regjistrimi i hapësirave publike, akti detyron regjistrimin pranë agjencisë së kadastrës së hapësirave publike që lindin nga lejet e ndërtimit dhe kur ato janë brenda pronave private deri në përfundimin e objektit. Njësitë vendore janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e këtyre hapësirave dhe ndalohet përdorimi pa leje i tyre. Kjo sigurueshmëri administrative bën që çdo zonë e shfrytzuar për komunitetin të jetë mbrojtur ligjërisht dhe e pastër. Për forcimin e inspektimit, ligji imponon që për çdo leje ndërtimi të caktohet të paktën një inspektor përgjegjës që monitoron rregullsinë e punimeve nga fillimi i projektit deri në kolaudim. Krijohet gjithashtu sekretariati teknik pranë KKT-us me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, i cili koordinon proceset e kontrollit për lejet që janë në kompetencë të qeverisë qendrore. Kështu sigurohet bashkëpunimi i ngushtë nëpërmjet strukturave vendore dhe atyre qendrore të inspektimit. Disiplinimi inspektorëve, veprimet ose mosveprimet e inspektorëve që shpihen në shmangjen e ligjit, për shembull në mosbatim apo shtrembërim të rezultateve të kontrolleve, do dënohen me gjoba të konsiderueshme. Kjo pikë rrit përgjegjësinë e funksioneve të inspektorit duke garantuar integritet dhe seriozitet në zbatimin e ligjeve. Do ftohet gjithë kolegët që edhe këtë akt normativ siç votuan dhe në aktin numër 7, ta votojnë sepse ka një ndikim shumë pozitiv në situatën që jemi. Faleminderit. Kalojmë në proces votimi, nëse s'ka pyetje dhe komente. Kush është dakord për të miratuar aktin? Okej, nëse keni komente, zoti Bozdo, mund të bëni dhe pastaj kalojmë proces votimi. Zoti Zëvendës Ministër, e njëjta pyetje që bëm dhe më parë, kush është emergjenca e këtij akti? Domethënë, cila lloj emergjence ju shtyn ju të vini me një akt normativ këtu përpara nesh? Çfarë emergjence reale ka kjo gjë? Mund të përgjigjeni, zoti Hodaj. Po, u mundova dhe faleminderit. U mundova dhe ta shpjegoja në hyrje të prezantimit që ishte në fakt i shkurtër. Jo, s'ka problem fare. Ne nuk kemi folur ndonjëherë për emergjencë, ne flasim për urgjencë dhe nevojë, që janë pikërisht ato që kërkon edhe kushtetuta sipas nenit 101. Janë edhe ato nocione që i ka shtjelluar edhe gjykata kushtetuese, qoftë me vendimet e 2006-s, 2014-s etj. etj. Tash, ne mendojmë që ka një nevojë për të forcuar kontrollin në territor. Dhe këtë nevojë na e tregoi më së miri edhe eksperienca e fundit që patëm me lirimin e hapësirave publike, me portalin Liro Hapësirën Publike, ku edhe duke analizuar punën e inspektoratëve, të monitorimit territorit, kontrollit territorit, u arrit në konkluzionin që kishte nevojë për disa ndërhyrje, po jo vetëm te ky ligj specifik që është për inspektimin, por edhe tek ai për planifikimin apo te ai për disiplinimin e punimeve të ndërtimit, sepse këto janë edhe ky akt normativ që keni përpara është pjesë e një pakete. Pra nevoja është forcimi i kontrollit të territorit. Kjo nevojë është urgjente sepse në gjykimin ton çdo ditë e humbur shkakton kosto ekonomike dhe sociale për qytetarët apo edhe për buxhetin e shtetit. Faleminderit. Okej. Atëre kalojmë në proces, e shpjegoj edhe në hyrje. Atëre kalojmë në proces votimi. Kush është dakord me aktin normativ numër 9 për disa shtatë ndryshime në ligjin 9780 të datës 16/7/2007 për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme të ndryshuar. Dakord? Kundër, 6 dakord, kush janë kundër këtij projekt, këtij akti normativ? 2 kundër, abstenime nuk kemi, kalohet me shumicë votash. Faleminderit shumë zoti Hodaj, faleminderit shumë dhe ju përfaqësues Ministrisë Brendshme dhe TKMT-s.
1.000 dhe ndërkohë ajo që vjen edhe me vëmendje të shtuar është përfundimi i disa nga punëve të infrastrukturës që janë të lidhura me zhvillimin e mëtejshëm ekonomik të vendit. Dhe përveç asaj, në disa nga këto punë të infrastrukturës, siç juve edhe e theksuat, është shumë e rëndësishme që Shqipëria të avancojë lidhur me gjitha angazhimet që ka marrë për growth planin. Edhe për arsye të tjera që growth plani është një proces diskutimi midis nesh dhe Bashkimit Evropian, që ka nevojën e vetë edhe për të qenë i adaptuar në mënyrë kohore të barabartë midis vendeve që janë përfituese dhe vetë Bashkimit Evropian, ju keni parë me shumë vëmendje të gjitha projektet që lidhen me këtë pjesë të paketës dhe nevojën për të avancuar disa nga projektet e rëndësishme të infrastrukturës. Por ne gjithashtu është e rëndësishme që ju keni në qendër të vëmendjes edhe zhvillimet e infrastrukturës digjitale në Shqipëri dhe që keni në vëmendje gjithashtu edhe marrjen në konsiderat të rritjes së shpenzimeve për mësuesit dhe për tekstet falas për të gjithë nxënësit që përfitojnë në Republikën e Shqipërisë. Përveç kësaj, në komision ne kemi lexuar me shumë vëmendje edhe për aktin që ju keni sjellë dhe ka qenë një vëmendje e shtuar për sa i takon dhe emergjencave civile, sepse periudha e verës ishte një periudhë që tregoi që ne duhet të përforconim dhe më shumë mbrojtjen tonë civile, për arsye se ndryshimet klimatike janë objektive dhe ndërkohë ne duhet jemi vetëm të përshtatur me to dhe nuk kemi aftësi të ndryshojmë më shumë se sa fatet që na vinë. Dhe në të gjithë të vëmendje që ne bëm në projekt buxhetin e ndryshuar, vum re me kënaqësi që rritja e të ardhurave do t'ishte 12.1 miliard, si rezultat i performancës më të mirë të administratës hetimore dhe doganore, dhe rritja e shpenzimeve do t'ishte me 5.7 miliard për të mbështetur pikërisht programe sociale, investime kapitale dhe për të përballuar detyrimet prapambetura. Do të ketë rialokime fondesh nëpërmjet institucioneve për të reflektuar këtë punën e vimit të punëve të ministrive të reja dhe për të siguruar funksionimin efikas të strukturës së re qeveritare. Por mbi të gjitha ju garantoni ruajtjen e parametrave makrofiskal pa asnjë devijim nga objektivat e deficitit të borxhit publik. Prandaj edhe unë i bashkoj mendimit tuaj që ky është një akt normativ që flet për stabilitet, seriozitet në menaxhim dhe për kushtim ndaj prioriteteve sociale dhe zhvillimore. Në vend që të ketë ndarje të reja pa mbulesë, qeveria ka zgjedhur të veprojë me kujdes, të shpenzojë atje ku ka më shumë efekte, të garantojë që çdo lek i buxhetit të shtetit të shkojë për shërbime të mira për qytetarët. Prandaj, unë mendoj që mbas pyetjeve që gjithë anëtarët e komisionit do t'ju drejtojnë, sepse është leximi i kujdesshëm që është bërë këtij akti normativ, Komisioni ynë i ekonomisë të japi mbështetjen e plot për treguar se ky është një shembull i një fleksibiliteti fiskal që funksionon në funksion të ekonomisë të një ekonomie më të qëndrueshme dhe të një përgjegjësie publike që vjen nga qeveria, por dhe nga ju si Ministri i Financave. Faleminderit dhe unë drejtohem të gjithë anëtarëve të komisionit të bëjmë pyetje nëse kanë për të drejtuar ministrit. Zoti Boz do i pari, kush do fjalën tjetër të regjistrohet dhe t'i marrim pyetjet një nga një. Faleminderit. Zoti Ministër, disa komente mbi aktin normativ edhe disa shqetësime që duhet të ngrenë lidhe me këtë çështje. Së pari vërejmë dy të dhëna të cilat janë shqetësuese në mendimin tonë për çështjet e curisë ekonomike. Ju keni programuar rreth 101 milion euro të pambledhura nga TVSH-ja këtë vit dhe tatim fitimi me minus 54 milion euro nga plani, çka tregon që motori i ekonomisë nuk është aq i shëndetshëm sa ju raportuat. Veçanërisht ulja e të dhënave për sa i përket TVSH-s është shqetësuese në mendimin tonë për çështjen e shëndetshmërisë ekonomisë dhe praktikisht të ardhurat janë rritur vetëm nga tapi dhe nga akciza. Këto të dyja mbajnë në këmbë të ardhurat në arkën e shtetit. Në një kohë që TVSH-ja, e cila është indikatori kryesor për shëndetin dhe e ekonomisë, është në një rënje të ndjeshme me minus 101 milion euro ose minus 4.3%. E njëjta gjë është edhe për çështjet tatim fitimit. Gjithsesi,
po i marr me radhë disa nga çështjet që duhet ngre. Spari çështja e bonusit për pensionistët, keni programuar rreth 60 milionë euro, një bonus vjetor për pensionistët. Problemi është që ne duam të shohim një politik afatgjat dhe të qëndrueshme të indeksimit të vazhdueshëm të pensioneve me nivelin e varfërisë. Pse e them këtë gjë? Bonusi nuk zgjidh asgjë. Sigurisht i ndihmon pensionistët, por nuk është kjo ajo që ne duam të shohim. Ne duam të shohim një rritje të qëndrueshme dhe shumë herë më të shpejt për sa i përket pensioneve. Sepse edhe me indeksimin që keni bërë, që e keni shpallur para një muaji, praktikisht një pensionist, pensioni mesatar në qytet, një pensionist sipas pensionit mesatar në qytet merr vetëm 4.700 lekë vjetra në muaj, më shumë. 4.700 lekë vjetra në muaj. Në një kohë që një pensionist në fshat merr vetëm 2.200 lekë vjetra në muaj. Dhe kur kostot e jetesës janë rritur në mënyrë të ndjeshme, kjo gjë nuk qëndron. Pse e them në mënyrë të ndjeshme? Nga viti 2013, sipas të dhënave të Instatit, shtrëngësia e ushqimeve, sportës ushqimore që Instati madh, është rritur me 42%. Në një kohë që indeksimi, duke futur dhe inflacionin e këtij viti, të pritshëm. Në një kohë që indeksimi i pensioneve është vetëm 23%. E praktikisht një pensionist në vitin 2013 blinte më shumë me një fuqi blerëse më të madhe ndaj sportës se sa bles sot. Dhe kjo është diçka vërtet alarmante për 750.000 pensionistët që janë dhe jetojnë në Shqipëri në kushte vërtet të vështira. Duke i referuar përsëri Instatit, në anketimin e Instatit, është ajo që i duhet një çifti pensionistësh për të jetuar në mënyrë normale në Shqipëri, është, po e them me shifrat vjetra që mos ngatrohemi, 460.400 lekë. Në një kohë që mesatarisht merr 320.464 lekë. Janë 140.000 lekë vjetra që i mungojnë, që vinë nga ndihmat dhe vinë nga remitancat. E pra, në këto çaste bonusi dakord, por nuk shohim, edhe pse ju flisni për ekonomi të qëndrueshme dhe të ardhuara surplus, nuk shohim një politik për të adresuar atë që është problemi kryesor, cilësia e jetesës së pensionistëve. Dhe ju them dhe dy dhëna të tjera. E para, Instati ka një përllogaritje tjetër për sa i përket çështjes së indeksit të çmimeve për shportën e çmimeve, sepse tjetër gjë zë konsumi tjetër madh konsumojnë pensionistët dhe tjetër madh konsumon një njeri që nuk është pensionist në Shqipëri. Këtë indeks Instati ka vite që e mat, por nuk e shpall asnjëherë. Nuk e shpall asnjëherë. E para. Dhe e dyta, edhe sipas gjetjes raportit KLSH-s për buxhetin faktik, indeksimi që ju keni bërë është bërë me hile. Keni matur indeksimin deri në muajin mars. Në një kohë që indeksimi duhet bëjë në muajt që ka shtrëngësi më të madhe, duhet shkonte deri në shtator, duhet matur ato muaj. Janë matur muajt që kanë inflacionin më të ulët, por jo muajt ku futet dhe inflacioni më i lartë. Dhe ky është pjesë e raportit të KLSH-s në projekt buxhetin, në buxhetin e këtij viti. Pra, janë dy të dhëna që nuk merren. Ndërsa flasim ne për indeksim, këto dy dhëna duhet merren parasysh. Dhe indeksimi për 2.5% që ju keni bërë nuk thot absolutisht asgjë për çështjet e tyre varfërive. Dhe është e patolerueshme që 12 vite më parë, në 2013, fuqia e tyre blerëse të ishte 15% apo 20% më e lartë nga ç'është sot. Kjo nuk është një politikë sociale dhe nuk i shpërndan në drejtimin e duhur të ardhurat qoftë edhe surplus që ajo ka. E dyta, shoh që keni rritur shpenzimet operative të qeverisë qendrore me 17 milionë euro. Material mungon një detajim ku janë këto shpenzime të rritura. Këto praktikisht përkthehen në luks qeverie, asgjë tjetër. Për çfarë janë këto 17 milionë euro? Pse janë të rritura? Ku shkojnë? Dhe pse nuk shkojnë te pensionistët? Apo pse nuk shkojnë tek të përndjekurit politik? Te dëmshpërblimi i tyre. Ju keni vite që jepni vetëm 14 deri në 15 milionë euro dëmshpërblim për të përndjekurit politik.
në kohë që nevojat e tyre janë të paktën 2 herë më të mëdha. Me këtë ritëm do vazhdojnë dhe 2 dekada tjera dhe të mos ketë mbyllur procesi i dëmshpërblimit të përndjekurve politik. Më lejoni t'ju kujtoj që në 2013 në buxhetin asaj kohe qeveria asaj kohe vendosi 30 milion euro dëmshpërblim për të përndjekurit politik. Do të kishim bërë më shumë dhe ne pa diskutim, por të ardhurat surplus mund t'i çojmë në këtë drejtim dhe kemi bërë diçka vërtet dinjitoze për historinë e këtij vendi. Po e mbyll këtu se ka dhe gjëra tjera, po besoj do t'i ngrejnë kolegët e mi. Po, okay. Okay. Atëre të bijem dakord që të merrni edhe një pyetje tjetër dhe pastaj nga 2 përfe. Do rinjtë apo do ikësh? Okej. Në rregull. Okej, vazhdoni se e zgjidhëm zoti ministër. I nderuar deputet, ju falenderoj për pyetjet, po filloj me çështjen e pensioneve. Indeksimi është një detyrim ligjor në fakt i qeverisë dhe nuk ka lidhje me shpërblimin apo me bonusin që ne i alokojmë pensionistëve. Vlera të cilën ne kemi alokuar për bonusin e fund vitit është 97 milion euro për afërsisht dhe i përkon të njëjtës mas shpërblimi të cilën pensionistët e morën vitin e kaluar, që do të thotë të gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension deri në 20.000 lek apo 200.000 lek të vjetra, do të përfitojnë një shpërblim prej 15.000 lekësh apo 150.000 lek të vjetra. Pensionistët të cilët kanë një pension mujor mbi 20.000 lek apo mbi 200.000 lek të vjetra, do të përfitojnë një bonus prej 10.000 lekësh të reja apo 100.000 lek të vjetra. Për sa i përket politikës së kësaj qeverie në lidhje me pensionet, kjo qeveri ka marrë angazhimin që deri në fund të mandatit të saj do të rrisi pensionin minimal mesatar në rreth 200 euro dhe pensionin mesatar në rreth 400 euro. Natyrisht ky është një akt normativ dhe politika e cila kjo qeveri do të ndërmarrë në lidhje me pensionet do të reflektohet në buxhetin e vitit 2026, 2027, 2028. Pra në këtë akt normativ natyrisht ne nuk mund të reflektojmë politikat për pensionistët të cilët do të jenë gjatë 3 vjeçarit të ardhshëm. Kjo për sa i përket çështjes së pensioneve. Po i kthehem pyetjes në lidhje me ish të përndjekurit politik dhe fondet që ne kemi vendosur në dispozicion. Do doja që t'jepja një informacion më të përgjithshëm, pra në total numri i dosjeve të ish të përndjekurve politik është 13.500 dosje, nga cilat 3.100 dosje janë totalisht të paguara dhe mbeten 10.400 dosje të cilat janë ende në proces. Duhet theksoj që totali i 13.500 dosjeve ka një faturë financiare prej 520 milion eurosh, ose 52 miliard lek. Qa do të thot kjo? Kjo do të thot që nga këto 52 miliard lek, të cilat ne i kemi në dispozicion, 25 miliard lek ose 250 milion euro janë paguar tashmë tek ish të përndjekurit politik dhe që lidhen kryesisht me 3.100 dosjet që janë paguar tashmë. Për sa i përket dosjeve të mbetura, dua t'ju bëjmë dije që nga totali fondi që ne kemi vendosur në dispozicion për vitin 2025, që është 14 milion euro apo 1.4 miliard lek, deri në muajin shtator, fondet të cilat janë përdorur ose janë paguar janë 42%, për vetë faktin sepse praktikat kanë problematika ose mungesë dokumentacioni. Dua që të them në lidhje me këtë çështje edhe diçka tjetër, që Ministria e Financave është duke vlerësuar aktualisht ligjin që është në fuqi dhe duam që të propozojmë ndryshime të caktuara ligjore që do të rrisin kohën e përshpejtimit të trajtimit të këtyre dosjeve. Pra kjo për sa i përket ish të përndjekurve politik. Pyetje tjetër nuk besoj se kishte, kryetare. Kemi të regjistruar zonjën Ledina, zotin Braçe, pastaj dhe zotin Axhinasta. Kemi tjetër që ka nevojë të bëj pyetje? Po, faleminderit. Si pari kam i vërtet nga pikpamja formale, do të thënë akti normativ minimalisht duhet kishte për nevojë të transparencës jo vetëm këtë tabelën fiskale, po edhe krahasimore.
në raport me buxhetin e fillimit vitit dhe atë që është zbatuar deri në fund të muajit shtator. Gjë që për të disatën herën e përsërisim në këtë komision, ose më mirë me thënë sa herë vinë akte normative dhe përsëri nuk plotësohet ky standard transparencë. Ndërkohë, do doja bëja disa pyetje. Në të gjithë relacionin që shoqëron aktin, ju flisni për kursim. Pra për kursim parave publike. Dhe normalisht kursimi parave publike është bërë edhe arsye kryesore për cilë të akt normativ. Mund të më thoni sa para janë kursyer deri në fund të muajit shtator? Që pastaj materializojnë gjithë ndryshimet e tjera që janë bërë në këtë akt. E dyta, shikoj që shkurtohet deficiti buxhetar me 0.2%. Ajo që do doja dija është sa është deficiti deri në fund të muajit shtator. Pyetja e tretë lidhet me bonusin për pensionistët. A keni plan të shikoni nivelin, pra nivelin ndarës që ju keni vendosur për pagesat 10.000 dhe 15.000 lekë? Me çfarë dëgjova dhe tani nga shpjegimet tuaja, ky nivel do të vazhdojë të rrijë 20.000 lekë. Keni plan të ndryshoni këtë nivel, apo ky do të jetë niveli që do të vazhdojë të ekzistojë sa i takon politikës së bonusit për pensionistët? Pyetja tjetër lidhet me një kategori që, me thënë drejtën, nuk ka përfituar nga bonusi i pranverës i këtij viti, dhe që natyrisht ka krijuar një shqetësim se janë thuajse të njëjtët njerëz, po për shkak se një pjesë paguhen nga Instituti i Sigurimit Shoqëror dhe një pjesë paguhen nga Shërbimi Social Shtetëror, këta të dytët nuk kanë përfituar bonus pranverë. Pra bëhet fjalë për invalid, të lindur të tillë apo të bërë të tillë gjatë periudhës jetës së tyre që janë një numër i konsiderueshëm, 50.000-60.000 njerëz, të cilët nuk kanë përfituar bonus pranverë. Pyetja është drejt për drejt, çfarë do ndodhi me këtë bonusin që do paguajmë ne tani në dimër? Pyetja tjetër që kam, ne kemi një skemë të mbështetjes së disa programeve të bujqësisë. Do doja dija, deri në fund shtatorit, sa para janë paguar nga ajo skemë? Dhe pyetja e fundit që kam, po prapë ne kemi politikë të mbështetjes së të moshuarve, kryesisht, po edhe më shumë se ata, që ka të bëjë me listën e barnave të rimbursueshme. Mund të thoni sa para janë shpenzuar për listën e barnave të rimbursueshme deri në fund të muajit shtator? Faleminderit. Doni të merrni edhe pyetjet e tjera apo doni të përgjigjeni këtyre? Okej. Atëherë për sa i përket dy pyetjeve të fundit, pra sa para kemi po themi konsumuar apo paguar nga skema e fermerëve dhe sa para janë paguar në skema e listës së barnave të rimbursueshme, këtë informacion sapo ta nxjerrim nga të dhënat e Ministrisë Financave do ju përcjellim. Po i kthehem çështjes së bonusit të pensionistëve, ashtu sikundër edhe përmenda më parë, çështja e bonusit lidhet me të gjithë ata pensionistët cilët janë pjesë e skemës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe këtu përfshihen pensionistët që konsiderohen pensionet urbane, pensionet rurale, pensionet familjare dhe pensionet e invaliditetit. Por, këto janë 4 kategori të cila janë kategori dhe janë brenda strukturës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Për të gjithë kategoritë e tjera, natyrisht kjo kërkon një lloj vendimarrje, duhet që kërkesat na vinë nga institucionet relevante dhe pastaj në varësi dhe të mundësive financiare që kemi, patjetër që do të konsiderohen për të marrë një bonus. Megjithatë, vlen për të theksuar që në fund të vitit të kaluar, kjo kategori e cila nuk ishte pjesë e skemës së sigurimeve shoqërore, ka marrur një bonus
në fund të vitit, duke bërë edhe vlerësimin e ecurisë së ekonomisë deri në atë moment. Edhe për këtë vit do të veprohet në të njëjtën formë, ku do të shohim nëse ecuria ekonomike do të jetë sipas parashikimeve që ne kemi deri në fund të muajit dhjetor, atëherë bazuar edhe në kursimet që do të kemi me një akt normativ, do të vlerësojmë nëse edhe kjo kategori do të përfitojë një bonus në fund të këtij viti. Për sa i përket pjesës së deficitit, aktualisht deri në fund të muajit shtator, ashtu si kundër është edhe publikuar në treguesit fiskal në website-in e Ministrisë së Financave, ne kemi një suficit prej 45 miliard lekësh, suficit i cili do të ezaurohet me një herë dhe do të shkojë sipas planit pas aplikimit të këtij akti normativ. Për sa i përket materialeve që shoqërojnë aktin normativ, në dienin time Ministria e Financave përcjell setin e dokumentave sipas kërkesave të kuvendit dhe këto janë dokumenta standarde që kanë një historik që vijnë sipas këtij formati. Në qoftë se propozohet që të ketë një strukturë tjetër të formatit të dokumentave që duhet të vinë pranë këtij komisioni, patjetër na e përcjellni këtë si kërkesë dhe ne do ta mbajmë në konsiderat dhe me aktin normativ të radhës do t'ju përcjellim sipas kërkesave që keni. Pyetja që lidhe me bonusin e pensionistëve kishte të bënte me nivelin që keni vendosur për të paguar apo për të ndarë bonus në 15.000 lekë dhe në 10.000 lekë. Kufiri i ndarjes është 20.000 lekë sot që flasim. Do të ndryshojë ky kufiri apo do vazhdoj të jetë 20.000 lekë? Kjo ishte pyetja e parë që nuk ka marrë përgjigje. Pyetja e dytë që nuk ka marrë përgjigje është edhe një herë tjetër, ju flisni për kursim. Në gjithë relacionin e aktit normativ, mund të më thoni sa para janë kursyer deri në fund të muajit shtator? Në lidhje me pyetjen e dytë, për shembull, kursimi që kemi pasur lidhet me çështjet e interesave nga borxhi që është rreth 62 milion euro. Është njëri nga zërat. Mund t'ju përcjellim, siç ju thash, informacionin e detajuar edhe për zërat të tjerë ku kemi pasur kursime, por zëri i interesave për shembull është një zë që ze një peshë relativisht të madhe. Për sa i përket çështjes së pensioneve dhe masës së bonusit të pensionistëve, qeveria është aktualisht duke vlerësuar skemën e pensioneve dhe ashtu si kundër ju përgjigja edhe deputetit Bylyk Bashi, jemi duke vlerësuar aktualisht skemën e pensioneve dhe besoj politikat që do të ndjekim me pensionistët do të reflektohen në buxhetin ose projekt buxhetin 2026-2028 që do t'i paraqitet këtij komisioni. Pyetja që kam është niveli prej 20.000 lekësh për të marrë bonus 15.000 lekë dhe për të marrë bonus 10.000 lekë. Do të mbetet 20.000 lekë apo do të ndryshojë? Do të mbetet 20.000 lekë, ashtu siç kundërshtojmë. Okej. Faleminderit. Atëre, është regjistruar zonja Ledina, pastaj zoti Qose, pastaj zoti Axhinasto, pastaj zonja Dhima. Faleminderit zonja kryetare. Zoti ministër, në fjalën tuaj ju thatë që kemi sjell një akt normativ në kushtet e urgjencës dhe të emergjencës. Unë kam një pyetje për ju. Në kushtet kur Shqipëria po zbrazet, për shkak të emigracionit masiv, në kushtet kur varfëria po thellohet, nuk e shpat emergjencë që ju të sillni një bonus për ndihmën ekonomike, qoftë edhe për persona të tjerë të cilët i përkasin kësaj skeme? Pyetja tjetër që unë kam, ju thoni se ulet me 64 milion euro masa e deficitit vjetor të buxhetit të shtetit, dhe se këto nuk ndryshojnë parashikimet mbi vlerën nominale të produktit të brendshëm bruto. Në fakt, ju këtë e servirni si një sukses të madh. Por, unë do t'ju bëj disa pyetje. A e pranoni se ky sukses është në pjesën më të madhe një lloj mashtrimi që është krijuar pikërisht nga ulja e kursit të këmbimit? Pra, a është kjo një pasqyrë e vërtet e shëndetit e ekonomisë apo thjesht një lojë shifrash që fshehin probleme strukturore dhe që na le të ekspozuar ndaj goditjeve të ardhshme ndaj ekonomisë?
dhe cili është ndikimi real i kësaj ulje të deficitit në jetën e qytetarëve për te atyre letrave apo prezantimeve boshe. Një pyetje tjetër, pyetje dhe koment. Ky akt normativ parashikon një rritje prej 121 milion eurosh të ardhurave totale, po ta thellojmë edhe pak më tej analizën, shohim një tablo shqetësuese. Parashikimet qeveritare mbi të VSH-n ulen me 101 milion euro për tatim fitimin me 54 milion euro dhe pyetja konsiston, pse ulen parashikimet për të VSH-n dhe ato për tatim fitimin? A është kjo një shenjë e ngadalësimit të ekonomisë reale dhe e vështirësive të bizneseve? Apo një rënje e konsumit? Tjetër gjë, a është kjo një dëshmi që ju mbani në këmbë të ardhurat duke rënduar peshën fiskale mbi pagat e qytetarëve, dhe këtu kam parasysh tatimin mbi të ardhurat personale që rritet me 136 milion lek? E përmendi pak zoti Bozdo në lidhje me shpenzimet operative të qeverisjes qendrore, të cilat rriten me 17 milion lek. Ju lutem, a mund të na jepni informacione më të detajuara zë për zë për çdo qindarkë në të cilën rriten këto shpenzime operative? Dhe tjetra që do t'ju thoja, gjithë kolegët i mëshuan bonusit që vendoset për pensionistët prej 60 milion eurosh. Kur e dëgjon, duket vërtet ose tingëllon më saktë si një lajm shumë i mirë, por mendoj që e vërteta është krejt ndryshe dhe e konsideroj këtë bonus si një kthim qesharak të asaj që qeveria ju ka marrë pensionistëve në anën tjetër. Pse e them këtë? Sepse sot shumica e pensionistëve, për shkak të kushteve me të cilat ata përballen, jetojnë në pjesën më të madhe dhe me të ardhurat që ju sjellin fëmijët e tyre nga emigracioni, në kushtet kur kemi një ulje të kursit kemi një ulje të rënë të euros apo të dollarit, çfarë përfitojnë në këtë rast pensionistët pikërisht nga ky bonus? Faleminderit. Zoti Malaj. Po adresoj një herë pyetjen e parë që lidhet me çështjen e TVSH-s, duke qenë se ishte edhe pyetje që u bë nga zoti Bozdo, dhe dua të them që TVSH-ja, efektin kryesor i rënies në TVSH vjen si rezultat i importeve dhe kjo vjen si rezultat i kursit të këmbimit. Pra në qoftë se ne vëllimin e mallrave e kemi në rritje për të njëjtin 8 mujor, si rezultat i kursit të këmbimit, TVSH-ja që marrim në import vjen në rënje. Dhe ky është efekti negativ që dhe qeveria ka si rezultat i kursit të këmbimit. Pra, kjo është ajo që zë peshën më të madhe. Ndërkohë që nëse do t'i referohemi të dhënave të tatim taksave, totali i tatimeve është 0.6% mbi planin dhe në qoftë se do të bëjmë një krahasim me periudhën 2024, pra janar shtator 2024, është 230 milion euro më shumë. Ndërkohë, për sa i përket rritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, në raport me planin jemi rreth 55 milionë euro më shumë, ndërkohë që në raport me vitin e kaluar jemi rreth 145 milionë euro më shumë, qofse do të bëjmë krahasimin janar-shtator 2024. Ndërkohë, për sa i përket realizimit të planit në dogana, aty është edhe, po themi, realizimi negativ që kemi patur, ku krahasimi fakt plan për periudhën nëntmujore jemi rreth 2.7 miliard lek më pak ose 1.5% më pak se sa plani. Megjithatë, po të bëjmë krahasimin e të njëjtës periudhë me vitin e kaluar, doganat kanë realizuar rreth 75 milion euro më shumë se sa e njëjta periudhë, pra që kemi aktualisht. Kjo është për sa i përket çështjes së TVSH-s. Në lidhje me çështjen e tapit, tapi patjetër që vjen në rritje dhe kjo vjen si rezultat i formalizimit të pagave dhe tapi prandaj është edhe me trend rritës, ashtu si kundër janë me trend rritës edhe kontributet e sigurimit
e kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. E gjithë kjo rritje vjen si rezultat i formalizimit të pagave në tregun e punës. Për sa i përket çështjes së kursimeve dhe uljes së deficitit, patjetër që deficiti, ulja e deficitit apo ulja e borxhit publik është një indikator shumë i rëndësishëm. Ky është një indikator shumë i rëndësishëm jo vetëm thjesht për kuadrin makroekonomik të Shqipërisë, por është një indikator shumë i rëndësishëm edhe në kuadër të vlerësimeve që ne marrim nga agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit, siç janë Standard & Poor's apo Moody's. Kjo për sa i përket uljes së borxhit publik apo edhe të deficitit. Sikundër thash, aktualisht jemi me një suficit, pra nuk jemi me deficit, por ky suficit patjetër në bazë të planit, por edhe nëpërmjet këtij akti normativ, do të shkojë në trajektoren siç e kemi planifikuar deri në fund të vitit. Të tjera, keni nevojë të bëni të tjera sërime? Zoti Qosa. Faleminderit kryetare, nderuar ministër. Rreth parë dua të theksoj edhe një herë rëndësinë e këtij akti normativ që na keni sjellë sot. Pyetjen pak e prekan dhe kolegët, po në të njëjtin drejtim do isha dhunë cilat janë masat cilat parashikohen për përmirësimin e mbledhjes së të ardhurave nga TVSH-ja, tatim fitimin, taksat nacionale, taksat doganore, pushteti vendor dhe dividendi, të cilat rezultojnë në mos realizim të planit në nënmujorshin e kaluar. Faleminderit. Faleminderit, zoti Malaj. Faleminderit për pyetjen deputet, ashtu si kundër edhe unë theksova, çështja e mosrealizimit të planit të TVSH-s vjen kryesisht nga doganat dhe kjo vjen si rezultat i kursit të këmbimit. Pra, ky është faktori kryesor pse nuk është realizuar plani nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim të volumit të mallrave të njëjtës periudhë të vitit më parshëm, volumi i mallrave dhe vlera ka ardhur në rritje. Çështja qëndron që në arktimin e TVSH-s si rezultat i kursit këmbimit kemi një rënje. Për sa i përket edhe kursit këmbimit, sepse një nga pyetjet e bëra nga deputetja ishte edhe çështja e kursit të këmbimit. Kursi i këmbimit është një kurs i cili është në treg të lirë, i cili përcaktohet nga kërkesa dhe oferta, dhe Ministria e Financave nuk mund të ndërhyjë. Është Banka e Shqipërisë e cila bën politikën monetare dhe ndërhyn si regulator për kursin e këmbimit, por jo duke e diktuar atë. Kursi i këmbimit ka efekte negative, sikundër ka dhe efekte pozitive. Për shembull, mund të ketë efekte negative siç ka në rastin tonë në arktimin e të ardhurave nga doganat, por nga ana tjetër i bën mallrat e importit më të lira për konsumatorët shqiptar. I bën mallrat më të lira për pensionistët. Marrim përsipër, siç e tha dhe ministri, marrim përsipër që të bëjmë një skemë të re të pensioneve për të çuar edhe përpara atë që qeveria socialiste ka premtuar në programin e saj për rishikimin e skemës pensioneve, me një objektiv që ka për vitin 2030, që kështu do ta shikojmë në buxhetin e vitit që vjen, vitit 2026, se me çfarë propozimi vjen qeveria, se tani nuk diskutojmë dot. Zoti Gjinasto ka fjalën, pastaj zonja Dhima. Faleminderit kryetare, faleminderit zoti ministër për shpjegimet. Në fakt, nga ky akt normativ konfirmohet ai shqetësim që ne kemi që nuk dallohet një model i qartë prioritetesh në sektorët e zhvillimit ekonomik të vendit, por ajustohet me ato para që dalin, ajustohen, bën disa pagesa pa ndonjë sens ose pa ndonjë objektiv apo strategji të qartë. Me përjashtim të pensioneve që me thënë drejtën, në mënyrë absolute jemi me të dyja duart pro dhe patjetër jam plotësisht dakord me atë që thatë ju që është detyrim ligjor, indeksimi i tyre dhe kjo duhet vazhdojë në mënyrë të vazhdueshme dhe jo kur krijohet mundësia. E thënë kjo, unë do kisha dashur të shikoja
rialokim të një pjesë parave në sektor të cilat krijojnë vlerë, krijojnë qarkullim ekonomik, e kam fjalën për prodhimin, e kam fjalën për bujqësinë, e kam fjalën për inovacionin, të cilët e rrisin vlerën që krijohet në vend dhe sigurisht e rrisin qëndrueshmërinë ekonomike të vendit. Shqetësuese për mua është që çështja e familjeve të reja veçanërisht dhe nuk është prioritere dhe për më tepër programe të cilët të adresohen drejt për drejt në çështjet e shpopullimit të vendit, për ndaljen e shpopullimit të vendit. Sigurisht ju jeni ministri i financave dhe ka ministri që janë përgjegjëse për këto sektor, por duke diskutuar për këtë rast, unë jam detyruar ta them që kemi disa prioritete tjera shumë të rëndësishme, midis cilave është edhe ajo e ndaljes së shpopullimit masiv. Për sa i takon çështjeve të shpenzimeve qeveritare, unë e kuptoj që një nga arsyet është ristrukturimi i qeverisë, por më duhet të them që 17 milion euro në rast të një ristrukturimi i qeverisë, për çfarë shpenzohen konkretisht, që keni shtesë? Janë shpenzime kapitale, janë zyra, janë makina, çfarë investimi është ky edhe çfarë efekti dhe çfarë kthimi ka në kuadër të ekonomisë. Vërdja tjetër është, dhe pyetja në fakt, edhe si çështje procedurale formale, ju thoni që do të rriten me 53 milion investime, që kryesisht do shkojnë në rrugë dhe projekte të Fondit Shqiptar Zhvillimit, po do ishte mirë që na informonit edhe për projektet konkrete që kanë performuar mirë dhe që do financohen nga ky rialokim fondesh. Mëtej, ka një paksim i konsiderueshëm, rreth 13.5 milion që do të zgaboj, të investime për programin e emergjencat civile. Duke qenë se çështja e kapaciteteve për emergjencat civile ka qenë një diskutim, një debat shumë i madh edhe në qeverinë tuaj, edhe në opinionin publik, në rastin e zjarreve kryesisht, a mos duhet ishte mirë që një pjesë tyre parave të realokoheshin për forcimin e kapaciteteve për këto emergjenca? Dhe e fundit fare, është ju flisni për financimin e radhës për një transfer të kapitale tek Alp Kontrolli. Rreth 30 milion euro? Për çfarë bëhet kjo? Cili është qëllimi dhe pse Alp Kontrolli është me faturat bllokuara? Nëse mund të ma sqaroni. Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjen, nderuar deputet, po e filloj nga pyetja e fundit, pra që lidhet me Alp Kontrollin, ashtu si kundër përmenda edhe në fjalën time. Vlera 3 miliard lek, cila i alokohet Alp Kontrollit, vjen si mbështetje buxhetore e këtij institucioni për shkak të bllokimit të llogarive bankare të këtij institucioni për arsye të gjyqjeve të arbitrazhit. Pra është një mbështetje e vazhdueshme që i japim një institucioni i cili ka një rëndësi kritike dhe që normalisht gjendet në atë situatë për shkak të gjyqjeve të arbitrazhit. Me përfundimin e gjyqjeve të arbitrazhit, llogaritë e Alp Kontrollit do të zhbllokohen dhe të ardhurat që janë grumbulluar në ato llogari do t'i kthehen përsëri buxhetit të shtetit. Për sa i përket pyetjes së dytë, në lidhje me shpenzimet operative, unë i përmenda edhe çik në fjalën time, mund t'ju listoj që në llogarinë operative, një pjesë të rëndësishme e Ze Akshi, i cili mbështetet me 1.2 miliard lek ose 12 milion euro për mirëmbajtjen e sistemeve digjitale dhe integrimin e platformave të inteligjencës artificiale. Gjithashtu shtesë ka marrë edhe Policia e Shtetit me rreth 650 milion lek apo Ministria e Arsimit rreth 329 milion lek. Pra, shpenzimet operative nuk shkojnë për qëllime të luksit apo për paga, shpenzimet operative shkojnë për këto institucione për mbarvajtjen e këtyre institucioneve. Për sa i përket pjesës
pyetjes për pensionet, ashtu si kundër dhe përmendëm më herët, nëpërmjet këtij akti normativ neve kemi alokuar bonusin e fundvitit. Politikat në lidhje me pensionet do të reflektohen në buxhetin 2026-2028, i cili do të paraqitet në këtë komision dhe ku mund të kreni pyetje pasaj në lidhje me modelin që do të propozohet nga ana e qeverisë. Për emergjencat civile, ka pasur një rialokim të zërave tek emergjencat civile, megjithatë më duhet të përmend që për sa i përket çështjes së emergjencave civile ka pasur një VKM që ju ka dhënë shpërblim të gjithë forcave, qoftë armatosura, qoftë policisë së shtetit më herët dhe njëkohësisht edhe me këtë akt normativ do të shpërblehen të gjithë zjarfiksit në ato zona ku ka patur zjarre. Në ato zona ku ka patur zjarre të cilat kanë pas një intensitet më të lartë apo një kozjatje më të gjatë, janë parashikuar nëpërmjet këtij akti normativ 2 paga shpërblim, ndërkohë në ato bashki ku intensiteti i zjarrit ka qenë më i ulët, është parashikuar një pagë shpërblim. Besoj. Doja të thoja edhe për shpenzimet për mbrojtjen. Është urë buxheti i Ministrisë Mbrojtjes? Ka rënë në 2% kontributi jonë për NATO, nëse mund të jepni një koment për këtë? Jo. Sepse është detyrim 2% për NATO. Ka pasur një lëvizje në zërin e Ministrisë së Mbrojtjes tek financimi huaj, megjithatë ne jemi pranë limitit të 2% dhe në projekt buxhetin e ardhshëm që do të paraqitet për Ministrinë e Mbrojtjes, do të kemi një shtesë në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, kjo dhe në kuadër për të përmbushur detyrimet që kemi në raport me NATO-n për të kapur 3.5% deri në vitin 2035. Sot aktualisht do të jemi ke 1.96. Kam përshtypje, megjithatë shifrën e saktë nuk e kam tani përpara me. Zonja Dhima, fjala është për ju. Faleminderit zonja kryetare, falenderoj ministrin për relatimin e këtij akti normativ, i cili nuk është se është një praktikë e re, pasi edhe më parë ne kemi diskutuar akte normative për ndryshimet në buxhetin, i vetmi fakt është që janë parashikuar fushat e përgjegjësisë funksionale të ministrive të linjës të cilat janë krijuar menjëherë pas zgjedhjeve të 11 maj 2025. Unë kam 2 pyetje, nëse ne do të shikojmë realizimin e shpenzimeve kapitale për 9 mujorin, ato janë të ulta nëse do t'i krahasojmë me parashikimet e investimeve kapitale që u keni për 3 mujorin e 4 2025. Si e keni parashikuar realizimin e këtyre investimeve për këtë 3 mujor? Dhe së dyti, nëse do t'i referohemi edhe relacionit, por njëkohësisht edhe aktit normativ, nga ana juaj janë parashikuar edhe shtesa fondesh në njësitë e vetë qeverisjes vendore dhe konkretisht 75 milion lek si transferte përgjithshme i akordohen bashkive ose njësive të vetë qeverisjes vendore të cilat kanë të ardhurat ulta. Kush janë njësitë e vetë qeverisjes vendore të cilat do të përfitojnë nga kjo transferte përgjithshme dhe kush është destinacioni i përdorimit të këtyre fondeve dhe njëkohësisht ju akordoni 44 milion lek për arsimin parashkollor dhe mbrojtjen nga zjarri. Po këtu dua të di kush janë njësitë e vetë qeverisjes vendore të cilat kanë përfituar nga kjo mbështetje buxhetore sa i përket arsimit parashkollor dhe njëkohësisht mbrojtjes nga zjarri. Faleminderit. Zoti Malaj, fjala është për ju. Po pastaj, ne kemi bërë një nga një, prandaj do të lë fjalën në fund. Po pra. Jo thot do bëj. Okej, zoti Malaj, fjala është për ju. Deputete, ju falenderoj për pyetjet. Për sa i përket performancës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2025, më lejoni t'ju informoj se në raport me planin realizimi i përgjithshëm i shpenzimeve është në masën 96%, për sa i përket shpenzimeve korrente ato janë në masën 97.1%, ndërsa për sa i përket shpenzimeve kapitale ato janë 87.8%. Keni parasysh që shpenzimet kapitale kryesisht pjesa më e madhe, domethënë po themi shpenzimeve kapitale ndodh gjatë 3 mujorit të
të fundit të vitit, kështu që besojmë që deri në fund të vitit do të ecim sipas planit, edhe me rregullimin që jemi duke bërë aktualisht me këtë akt normativ, do të na ndihmojë në ezaurimin e plot sipas planit të shpenzimeve kapitale, siç janë planifikuar. Në lidhje me pyetjen e dytë, bashkitë për sa i përket pyetjes së dytë, se kush janë bashkitë të cilat kanë përfituar shtesë nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme, ato janë Bashkia Dibër, Bashkia Dropull, Bashkia Klos, Bashkia Konispol, Bashkia Librazh, Bashkia Mirdit, Bashkia Peqin dhe Bashkia Pustec. Pra janë bashkitë më të vogla të cilat edhe në realizimin e të ardhurave janë relativisht më mbrapa se sa bashkitë e tjera. Okej, fjalën për të drejtuar pyetjen e ka zonja Tabaku. Faleminderit zonja kryetare. Së pari një vlerësime për drejtorët e Ministrisë së Financave, na kishte marrë malli zonja Dhëmbit, ju shihnim këtu në parlament. Së dyti, qartësisht ky akt normativ nuk është emergjencë financiare. Personal, si gjithmonë, memoria institucionale e Ministrisë. Ky akt normativ nuk është emergjencë financiare, është mos bëra ndonjë gabim zoti ministër? Jo, se drejtorat e tjerë se nuk kanë vlerësi. Jo, patjetër. Për të gjithë Gjoanën me radhë, i marr me radhë, po doni Kesin me të gjithë, po ato që janë Franin, nuk e pash Franin, fal Fran. Ky akti nuk është një emergjencë financiare, të themi drejtën, është ndoshta emergjencë morale e qeverisë së juaja, po nuk më duket sikur akti normativ ka ardhur si rezultati ndonjë emergjence. Është kthyer në normalitet akti normativ dhe unë nuk bie dakord me kolegen time zonjën Dhima. Ka ardhur dhe një akt tjetër normativ. Po. Pikërisht, të po them, nuk kap se ta normalizojmë. Këtë shqetësim kam. Patjetër. Dhe shqetësimi kryesor që shoh unë me këtë akt normativ është ndryshimi i fondeve për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës. Këtu ka një rritje të konsiderueshme fondesh, pakte me 9% me buxhetin fillestar, pothuajse një shifër shumë e madhe realokimi 6.1 miliard lek. A kemi një listë projektesh ne për këtë? Ku janë projektet kryesore që shkojnë këto fonde, duke pas parasysh që në relacionin tuaj përmendet edhe mos realizim fondeve me projektet tuaja, me projekte donatorësh. Dhe ka edhe një realokim edhe për projektet e donatorëve përveç realokimit që ndodh për rezultat të fondeve të buxhetit të shtetit. Pyetja dytë, a përfshihen koncesionet, a ka një analizë të zbatimit të koncesioneve dhe a përfshihen koncesionet në rritjen e fondeve në këtë moment, apo ka hecur sipas planit? A ka një raport të drejtorisë të monitorimit që ka Ministria e Financave përsa i përket zbatimit kontratave koncesionare? Pyetja e tretë, ka disa procese gjyqësore dhe nis edhe nga ajo që diskutuat me zotin Haxhinasto. Ka disa procese gjyqësore dhe detyrime që vinë nga arbitrazhi. Përveç detyrimit që qeveria shqiptare ka si rezultati vendimit të arbitrazhit për çështjen Beketi, për cilin ish ministri i Financave tha që s'do paguhet asnjëherë nga buxheti i shtetit. Ka çështje të tjera të cilat neve presim vendim, do të reflektohet kjo në ndryshimin e buxhetit. Në relacion përmendën njëkohësisht edhe fondet e IPO-s dhe njëkohësisht pa aftësia që ka qeveria shqiptare për të shfrytzuar disa nga këto fonde. Kryesisht me projekte e vitit 2020-2025, në fakt është tipike që këto shtyhen në vit, se kur miratohet, kur nënshkruhet marrëveshja, sa fillon projekti, a ka një mos rrezikim të zbatimit të disa projekteve ose të djegjes disa fondeve si rezultati